Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, në qendrën hapësinore Kennedy në Florida, një raket me lartësi sa një ndërtes me 38 kate qëndron në platformën e nisjes. Brenda saj, një anije kozmike e quajtur Orion pret të nisë një udhëtim që njerëzimi nuk e ka bërë për 50 vjet. Por këtu është çështja që duhet t'ju bëj të ndaleni dhe të mendoni, ne shkuam në hën në vitin 1969. Teknologjia e atëhershme ishte aq primitive sa kompjuteri Apollo 11 kishte më pak fucil llogaritse se një telefon modern. Megjithatë, për gjysmë shekulli askush nuk është kthyer. Çfarë ndodhi? A ishte kjo thjesht një humbje interesi apo diçka më e thellë, më e errët, më e komplikuar? Imagjinoni një skenë nga dhjetori i vitit 1972. Astronauti Eugene Cernan qëndron në sipërfaqen e hënës duke ditur se është njeriu i fundit që do të shkelë atje për dekada të tëra. Ai nuk e di se sa dekada. Ai thot fjalët e fundit përpara se të ngjitet në modulin lunar. Ne largohemi ashtu si erdhëm, dhe nëse Zoti do të kthehemi me paqe dhe shpresë për të gjithë njerëzimin. Pastaj heshtje. 50 vjet heshtje. Por tani, në janar të vitit 2026, diçka ka ndryshuar. Raketa më e fuqishme që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë është gati. Pyetja nuk është më a mund të shkojmë, pyetja është quote 4, pse ndaluam? Dhe çfarë na bëri të fillojmë përsëri? Quote 5. Për të kuptuar këtë moment historik, duhet të kthehemi në kohën kur hëna u bë një fush betejë politike. Viti 1961, presidenti John Kennedy qëndron përpara Kongresit Amerikan dhe bën një premtim që tinglon si shkencë fantastike. Amerika do të dërgojë një njeri në hën dhe do ta kthejë atë shëndosh e mirë përpara se të mbarojë dekada. Në atë kohë, Shtetet e Bashkuara kishin dërguar vetëm një astronaut në hapësirë për 15 minuta. Ishte si të premtoje se do të ngjitesh në Everest kur sapo ke mësuar të ecësh. Por kjo nuk ishte për shkencë. Kjo ishte për pushtet. Bashkimi Sovjetik kishte fituar çdo betejë të hershme të garës hapësinore. Sputniku i parë, satelit artificial, Yuri Gagarin, njeriu i parë në hapësirë. Çdo sukses sovjetik ishte një goditje për prestigjin amerikan. Në mes të luftës së ftohtë, Kennedy e kuptoi se hëna nuk ishte thjesht një trup qiellor, ishte një simbol. Kush arrinte atje i pari do të provonte se sistemi i tij politik, ekonomik, shkencor ishte superior. Kështu që Amerika hodhi në këtë garë një shumë parash që sot tingëllon e pabesueshme. 25 miliard dolar në vlerën e asaj kohe. Në para të sotme, kjo do të ishte rreth 150 miliard dolar. Për krahasim, buqeti vjetor i NASA sot është rreth 25 miliard dolar. Imagjinoni të shpenzoni 6 herë buqetin vjetor të një agjencie hapësinore për një projekt të vetëm. Dhe funksionoi. Në korrik të vitit 1969, Neil Armstrong shkel në hën. Bota ndalon, 600 milion njerëz shikojnë në televizor. Amerika ka fituar. Por këtu fillon diçka e çuditshme. Pas Apollo 11, erdhi Apollo 12, pastaj Apollo 13, që pothuajse përfundoi në tragjedi. Pastaj Apollo 14, 15, 16, 17 dhe pastaj asgjë. NASA kishte planifikuar Apollo 18, 19, 20. Raketa ishin ndërtuar, astronautët ishin trajnuar. Por në vitin 1970, Kongresi Amerikan tha, jo, mjaft, ndalojmë. Çfarë ndodhi? Arsyeja e parë ishte e thjeshtë dhe brutale. Paraja. Lufta e Vietnamit po gëltiste bushetin amerikan. Çdo raket që shkonte në hën ishte një spital që nuk ndërtohej, një shkollë që nuk hapej, një rrugë që nuk rregullohej. Publiku amerikan filloi të pyes: pse po shpenzojmë miliarda në shkëmbin hënor kur kemi probleme këtu në tokë? Protestuesit mblidhen jashtë qendrës hapësinore Kennedy. Një pankart thot: NASA, ushqeni të uritur, jo hënën. Presioni politik bëhet i padurueshëm, por ka një arsye më të thellë, më cinike. Gara ishte fituar. Bashkimi Sovjetik kishte humbur.
Ata kishin tentuar të ndërtonin raketën e tyre gjigante, N1, por ajo shpërtheu 4 herë në provë. Programi i tyre hënor u mbyll në heshtje. Dhe kur armiku yt ndalon së garuari, çfarë kuptimi ka të vazhdosh? Hëna nuk ishte më një fush betej, ishte thjesht një vend i largët, i shtrenjtë, i panevojshëm. Politikanët amerikanë e pan të qartë, nuk ka vota në Hën, nuk ka zgjedhës atje. Pse të vazhdojmë? Kështu që NASA u detyrua të ndryshoj drejtim. Në vend të eksplorimit të thellë hapësinor, agjencia u fokusua në diçka më praktike, më të lirë, më afër shtëpisë. Space Shuttle, një anije hapësinore e ripërdorshme që mund të fluturonte në orbitën e ulët të tokës, të kthehej dhe të fluturonte përsëri. Në letër, tingëllonte perfekte. Në realitet, u bë një nga projektet më të shtrenjta dhe më të rrezikshme në historinë e fluturimit hapësinor. Por kjo është një tjetër histori. Tani, le të bëjmë diçka të pazakontë. Le të ndalojmë dhe të pyesim. A ishte kjo vendimi gabuar? Shumë historianë të hapësirës thonë po. Ata argumentojnë se nëse Amerika kishte vazhduar programin Apollo, ne do të kishim baza hënore në vitet 1980. Do të kishim shkuar në Mars në vitet 1990. Njerëzimi do të ishte një specie ndërplanetare tani. Por të tjerët thonë, jo, teknologjia nuk ishte gati. Ne po shkonim shumë shpejt, shumë larg, me shumë pak kuptim të vërtet të asaj që po bënim. Apollo ishte një sprint, jo një maraton. Dhe nuk mund të vraposh një maraton me shpejtësinë e një sprinti. Këtu është një detaj që shumë njerëz nuk e din. Astronautët e Apollo kaluan vetëm disa ditë në Hën. Gjithsej, të gjitha 6 misionet e suksesshme hënore sollën vetëm 32 orë dhe 21 minuta të kohës që njerëzit kaluan duke ecur në sipërfaqen hënore. Më pak se një ditë e gjysmë. Për të gjitha të para, për të gjitha të rrezik, për të gjitha të lavdi, ne morëm vetëm 155 copë shkëmb hënor, me peshë totale 38 kg. Ishte si të shkoje në një kontinent të ri dhe të mblidhje vetëm një grusht të dheu përpara se të kthehesh në shtëpi. Por këtu është çështja që ndryshon gjithçka. Ne nuk e kuptuam vlerën e vërtet të hënës në atë kohë. Për astronautët e Apollo, hëna ishte një shkretëtirë e vdekur. Nuk ishte ajër, nuk ishte ujë, nuk ishte jetë. Ishte thjesht një shkëmb i madh në hapësirë. Pse të kthehesh atje? Por në vitet 1990, diçka e jashtëzakonshme u zbulua. Një sonde quajtur Clementine, e dërguar nga Departamenti i Mbrojtjes Amerikane, gjeti prova për diçka që askush nuk e kishte pritur. Ujë. Jo ujë i lëngshëm, por akull. Miliarda tona akull, të fshehura në kraterët e thellë pranë polit jugor të Hënës, ku dielli nuk shkëlqen kurrë. Kjo zbulim ndryshoi gjithçka. Uji nuk është thjesht për të pirë. Uji është hidrogen dhe oksigjen. Hidrogeni është karburant për raketa. Oksigjeni është ajër për të frymëmarrë. Nëse ke ujë në Hën, nuk duhet ta transportosh nga toka, dhe transporti është pjesa më e shtrenjtë e çdo misioni hapësinor. Çdo kilogram që dërgon në Hën kushton rreth $20,000. Por nëse mund ta gjesh atje, kostoja bie në zero. Papritur, Hëna nuk ishte më një shkretëtirë e padobishme. Ishte një stacion karburanti në hapësirë. Pastaj erdhi zbulimi i dytë, heliumi 3. Ky është një izotop i rrallë i heliumit që është jashtëzakonisht i rrallë në tokë, por relativisht i zakonshëm në sipërfaqen e Hënës, i depozituar nga era diellore për miliarda vjet. Pse është kaq i rëndësishëm? Sepse heliumi 3 mund të përdoret si karburant për fuzion bërthamor. Nëse njerëzimi ndonjëherë zotëron energjinë e fuzionit, heliumi 3 nga Hëna mund të furnizoj planetin ton për mijëra vjet. Një ngarkesë vetme e anijes hapësinore, rreth 25 ton heliumi 3, mund të prodhojë energji sa e gjithë të bashkuara për një vit të tërë. Por edhe kjo nuk është arsyeja kryesore pse po kthehemi. Arsyeja e vërtet është më e madhe, më ambicioze, më e frikshme. Marsi. Çdo shkencëtar hapësinor e di se nuk mund të shkosh drejt për drejt nga toka në Mars. Udhëtimi është shumë i gjatë, shumë i rrezikshëm, shumë i komplikuar. Një mision në Mars do të zgjas të paktën 2 vjet e gjysmë. Astronautët do të jenë të izoluar, të ekspozuar ndaj rrezatimit kozmik, të varur nga sistemet e mbështetjes së jetës që nuk mund të dështojnë asnjëherë.
Nëse diçka shkon keq, nuk ka shpëtim. Nuk mund të kthehesh. Jeni në distancë 150 milion kilometra nga shtëpia. Pra, si e bën këtë? Si e përgatit njerëzimin për një udhëtim kaq të rrezikshëm? Përgjigja është: filloni më afër. Filloni me hënën. Hëna është vetëm 3 ditë larg. Nëse diçka shkon keq, mund të kthehesh. Mund të testosh teknologjinë, mund të mësosh se si të jetosh në një mjedis armiqësor. Mund të ndërtosh sistemet që do të mbajnë gjallë në Mars. Hëna nuk është destinacioni. Hëna është stërvitja. Është kampi bazë përpara se të ngjitesh në malin më të lartë. Dhe këtu është ku historia bëhet vërtet interesante, sepse Amerika nuk është e vetme në këtë garë të re. Në vjetor të vitit 2020, Kina dërgoi një sond të quajtur Chang'e 5 në hënë dhe solli mbrapsht mostrat e para hënore në 44 vjet. Ishte një mesazh i qartë: ne jemi këtu, ne jemi serioz dhe ne nuk po ndalojmë. Kina ka shpallur planet për të ndërtuar një bazë kërkimore në polin jugor të hënës deri në vitin 2030. Jo një vizitë e shkurtër, një bazë të përhershme, me astronautë që jetojnë dhe punojnë atje për muaj të tërë. Kjo ka ndezur diçka që shumë njerëz menduan se kishte vdekur me luftën e ftohtë. Një garë hapësinore. Por kjo garë është ndryshe nga ajo e viteve 1960. Nuk është vetëm për prestizh, është për burime, është për territorin, është për të ardhmen e njerëzimit. Kush kontrollon hënën, kontrollon hyrjen në sistemin diellor. Kush ndërton infrastrukturën e parë atje, vendos rregullat. Kush zotëron teknologjinë për të jetuar në hënë, mund të jetojë kudo. Dhe këtu është diçka që duhet t'ju bëj të ndaleni dhe të mendoni. Nuk janë vetëm qeverit. Kompanitë private po hyjnë në garë. Blue Origin, kompania e Jeff Bezos, po zhvillon një anijet hënore të quajtur Blue Moon. SpaceX e Elon Musk po ndërton Starship, një raket gjigante që mund të transportojë 100 ton ngarkesë në hënë. Këto nuk janë projekte eksperimentale. Këto janë investime miliarda dollarëshe me një qëllim të qartë, të bëjnë para nga hëna. Si? Turizmi është një mundësi. Imagjinoni të paguani $1 milion për të kaluar një javë në një hotel hënor duke parë tokën të ngrihet mbi horizontin. Por kjo është vetëm fillimi. Minierat janë mundësia e vërtet. Ato miliarda ton akull, ai helium-3, mineralet e rralla që janë të vështira për të gjetur në tokë, por të bollshme në hënë. Nëse mund t'i nxjerrësh ato, nëse mund t'i transportosh ato, nëse mund t'i shesësh ato, hëna bëhet një minier ari, fjalë për fjalë. Por kthehemi te raketa që qëndron në Florida. Sistemi i nisjes hapësinore, ose SLS, kjo është raketa më e fuqishme që NASA ka ndërtuar që nga Saturn pese epokës Apollo. Është më e lartë se Statuja e Lirisë. Mund të gjenerojë 8.800.000 kilogram shtytje në nisje, më shumë se çdo raket tjetër në shërbim aktiv. Dhe në majtë të saj, ajo anije e quajtur Orion e projektuar për të transportuar 4 astronautë në hënë dhe mbrapsht. Misioni i parë, Artemis 1, fluturoi në nëntor të vitit 2022. Ishte një test pa ekuipazh. Orion shkoi rreth hënës dhe u kthye. Gjithçka funksionoi. Artemis 2, i planifikuar për vitin 2025, do të marrë astronautë rreth hënës, por nuk do të ulet. Dhe pastaj, Artemis 3, i planifikuar për vitin 2026 ose 2027, do të bëjë atë që askush nuk e ka bërë për 50 vjet. Do të ulë njerëz në hënë. Jo vetëm burra këtë herë. Gruaja e parë që shkel në hënë do të jetë pjesë e këtij ekuipazhi, dhe personi i parë me ngjyrë që shkel në hënë do të jetë gjithashtu atje. Por këtu është pjesa që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Artemis nuk është Apollo. Apollo ishte për të shkuar, për të mbjellë një flamur, për të marrë disa shkëmbinj dhe për të kthyer. Artemis është për të qëndruar. Plani është të ndërtohet një stacion hapësinor në orbitë rreth hënës i quajtur Gateway. Mendojeni si një version më të vogël të stacionit ndërkombëtar hapësinor, por duke orbituar hënën në vend të tokës. Astronautët do të jetojnë atje. Do të përdorin anijet për të zbritur në sipërfaqe, do të kryejnë eksperimente, do të ndërtojnë infrastrukturë.
Dhe këtu është vizioni afatgjatë. Deri në fund të kësaj dekade, NASA dëshiron të ketë një bazë të përhershme në polin jugor të Hënës. Jo një tend, jo një strukturë e përkohshme, një bazë e vërtet, me module banimi, laborator, sisteme të gjenerimit të energjisë, sisteme të përpunimit të ujit. Astronautët do të jetojnë atje për muaj të tërë, jo ditë. Do të mësojnë se si të kultivojnë ushqim në gravitet të ulët. Do të zhvillojnë teknologji për të mbrojtur nga rrezatimi. Do të testojnë sistemet e mbështetjes së jetës që një ditë do të përdoren në Mars. Sepse kjo është e vërteta që duhet ta kuptoni. Hëna nuk është fundi i udhëtimit. Hëna është fillimi. Çdo mësim që mësojmë atje, çdo teknologji që zhvillojmë, çdo sistem që ndërtojmë, na afron një hap më afër qëllimit të vërtet, të bëjmë njerëzimin një specie shumë planetare. Të mos jemi më të kufizuar në një botë të vetme, të varur nga një yll i vetëm, të cenueshëm ndaj një fatkeqësie të vetme që mund të fshijë gjithçka që kemi ndërtuar ndonjëherë. Por këtu është pyetja që duhet të na mbajë zgjuar natën. A jemi gati? Jo teknologjikisht, por psikologjikisht, shoqërisht, moralisht. Kur Neil Armstrong shkeli në hënë, ai tha: "Një hap i vogël për njeriun, një kërcim gjigant për njerëzimin." Por a ishte vërtet për të gjithë njerëzimin? Ose ishte vetëm për Amerikën? Kur ndërtojmë baza në hënë, kush do t'i zotërojë ato? Kush do të vendosë rregullat? Kush do të përfitojë nga burimet? Ekziston një traktat i nënshkruar në vitin 1967, i quajtur Traktati i Hapësirës së Jashtme. Ai thotë se asnjë komb nuk mund të pretendojë sovranitet mbi hënën ose ndonjë trup tjetër qiellor. Hëna i përket të gjithë njerëzimit. Por këtu është problemi. Traktati nuk thot asgjë për kompanitë private, nuk thot asgjë për minierat, nuk thot asgjë për të drejtat e pronësisë. Dhe ndërsa po afrohemi në një epokë ku hëna do të bëhet një vend pune, këto pyetje po bëhen urgjente. Disa vende, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, kanë miratuar ligje që lejojnë kompanitë e tyre të zotërojnë burimet që nxjerrin nga hëna. Të tjerë, duke përfshirë Rusin dhe Kinën, thonë se kjo është në kundërshtim me Traktatin e Hapësirës së Jashtme. Tensionet po rriten. Dhe historia na mëson se kur ka burime të vlefshme dhe rregulla të paqarta, konflikti nuk është larg. Imagjinoni këtë skenar. Është viti 2035. Një kompani amerikane ka ndërtuar një minier në polin jugor të hënës dhe po nxjerr akull. Një kompani kineze ndërton një minier tjetër 5 kilometra larg. Të dyja pretendojnë të njëjtin krateri, sepse ai ka përqendrimin më të lartë të akullit. Kush vendos? Kush zbaton vendimin? Kush parandalon që kjo të përshkallëzohet në një konflikt? Këto nuk janë pyetje hipotetike. Këto janë pyetje që qeveritë dhe kompanitë po përpiqen të përgjigjen tani. Dhe përgjigjet që gjejmë do të formsojnë të ardhmen e njerëzimit në hapësirë për shekujt e ardhshëm. Por le të kthehemi te momenti i tanishëm. Raketa në Florida, astronautët që po trajnohen, teknologjia që po zhvillohet, ëndra që po ringjallet. Pse tani? Pse pas 50 vitesh? Përgjigja nuk është e thjeshtë. Është një kombinim i faktorëve: teknologjia më e mirë, kosto më të ulta, konkurrencë e re dhe diçka më e paprekshme, më e vështirë për t'u shpjeguar. Është një ndjenjë se ne kemi qëndruar në vend shumë gjatë, që njerëzimi është bërë shumë i kënaqur, shumë i fokusuar në problemet e vogla, shumë i friksuar për të ndërruar të mëdha. 6 dekada kanë kaluar që nga fluturimi i parë hapësinor i Yuri Gagarin. Në atë kohë, ne kemi ndërtuar kompjuter që mund të mendojnë, rrjete që lidhin miliarda njerëz, mjekësi që mund të shërojë sëmundje që dikur ishin vdekjeprurase. Por sa i përket eksplorimit hapësinor, ne kemi qenë kryesisht në orbitën e ulët të tokës, duke rrotulluar rreth e rreth, duke parë të njëjtin planet nga e njëjta lartësi. Artemis përfaqëson një ndryshim, një vendim për të shkuar përsëri përtej, për të mos qenë më të kënaqur me atë që kemi arritur, për të kujtuar se njerëzimi është një specie eksploruesish, jo sepse është e lehtë, por sepse është e vështirë, sepse na sfidon, sepse na bën të rritem. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni për natyrën njerëzore. Ne kemi nevojë për qëllime të mëdha, kemi nevojë për sfida që na bashkojnë,
Kemi nevojë për projekte që na bëjnë të shikojmë përtej horizonteve tona të ngushtë dhe të shohim se çfarë mund të arrijmë kur punojmë së bashku. Programi Apollo bëri këtë në vitet 1960. Frymëzoi një gjenerat të tërë të shkencëtarëve, inxhinierëve, ndërrimtarëve. Fëmijët që shikuan Neil Armstrong në televizor u rritën dhe ndërtuan internetin, telefonat celular, mjekësinë moderne, sepse ata kishin parë se çfarë ishte e mundur. Çfarë do të frymëzojë Artemis? Çfarë do të ndërtojë gjenerata që po shikon tani? Kjo është pyetja që duhet të na emocionojë, sepse përgjigja nuk është vetëm për teknologjinë ose shkencën, është për të qenët njerëzor, është për të kuptuar se kush jemi dhe çfarë mund të bëhemi. Por ka edhe një arsye tjetër, më e errët, më urgjente. Toka po përballet me sfida që nuk mund të injorojmë. Ndryshimi klimatik, rritja e popullsisë, shterimi i burimeve. Disa njerëz thonë, pse po shpenzojmë miliarda në hënë kur duhet të zgjidhim këto probleme këtu? Dhe kjo është një pyetje e drejtë. Por përgjigja është se këto nuk janë zgjedhje ekskluzive. Ne mund të bëjmë të dyja. Dhe në fakt, teknologjitë që zhvillojmë për hapësirën shpesh na ndihmojnë në tokë. Panelet diellore, zhvilluar për satelitët. Sistemet e filtrimit të ujit, zhvilluar për stacionet hapësinore. Materialet e avancuara, mjekësia e largët, sistemet e komunikimit, të gjitha kanë rënjë në programet hapësinore. Kur zgjidhim problemin se si të jetojmë në hënë, ku çdo pikë uji duhet ricikluar, ku çdo kalori energjie duhet menaxhuar me kujdes, ne mësojmë mësime që mund të aplikojmë në tokë. Por më e rëndësishmja, eksplorimi hapësinor na jep diçka që asnjë teknologji nuk mund ta jap. Perspektivë. Kur shikon tokën nga hëna, siç bën astronautët e Apollo, sheh një top të vogël blu që varet në errësirën e hapësirës. Nuk sheh kufi, nuk sheh vende, sheh një shtëpi të vetme, të brisht, të bukur që duhet mbrojtur. Kjo perspektivë ka fuqi transformuese. Ka fuqinë të ndryshojë mënyrën se si mendojmë për veten tonë dhe vendin tonë në univers. Tani, le të hyjmë në detajet që e bëjnë këtë moment vërtet të jashtëzakonshëm. Ajo raket në Florida, sistemi i nisjes hapësinore, nuk është thjesht një version më i madh i raketave të vjetra. Është një makinë e projektuar me një qëllim specifik, të transportojë njerëz përtej orbitës së ulët të tokës për herë të parë që nga viti 1972. Por këtu është diçka që duhet t'ju bëjë të ndaleni. Kjo raket kushton rreth $2 miliardë për çdo nisje. 2 miliardë për një fluturim të vetëm. Dhe nuk mund të ripërdoret. Pasi të nis, pjesët e saj bien në oqean dhe nuk mund të përdoren përsëri. Krahasojeni këtë me atë që po bën SpaceX. Raketa e tyre, Falcon 9, kushton rreth $65 milion për nisje dhe mund të ripërdoret 10 herë. Elon Musk ka thënë publikisht se SLS është një harxhim i parave të taksapaguesve. Dhe nga një këndvështrim ekonomik, ai ka të drejtë. Por këtu është çështja që shumë kritik nuk e kuptojnë. SLS nuk është projektuar për të qenë ekonomik. Është projektuar për të qenë i fuqishëm, për të transportuar ngarkesa masive në hapësirë të thellë, për të bërë atë që asnjë raket private nuk mund ta bëjë ende. Orion, anijet që ulet në majë të SLS, është një mrekulli inxhinierike. Imagjinoni një kapsul me diametër 5 metra, e projektuar për të mbrojtur 4 astronaut nga temperatura që arrin në 5000 gradë Celsius gjatë rikthimit në atmosferën e tokës. Muri i saj termik është i bërë nga një material i quajtur EVCOAT, i njëjti material që u përdor në Apollo, por i përmirësuar me teknologji moderne. Çdo copë e kësaj anijeje është testuar në kushte ekstreme, vakum, rrezatim, temperatura që do të shkrinte qelikun. Por këtu është detaj që bën këtë vërtet interesant. Orion nuk shkon drejt për drejt në hënë, përdor një trajektore të quajtur kthetim i lirë. Kjo do të thotë se anijet përdoren gravitacionin e hënës për të u kthyer automatikisht në tokë, edhe nëse motorët dështojnë. Është një rrugë sigurimi e ndërtuar në vetë fizikën e udhëtimit. Apollo 13, misioni që pothuajse përfundoi në tragjedi kur një rezervuar oksigjeni shpërtheu, u shpëtua pikrisht nga kjo trajektore. Astronautët nuk kishin nevojë për shumë karburant për t'u kthyer. Hena i tërhoqi rreth vetes dhe i hodhi mbrapsht në tokë. Tani le të flasim për diçka që ndryshon gjithçka në këtë garë të re: kompanitë private.
Për herë të parë në histori, qeverit nuk janë lojtarët e vetëm. Blue Origin e Jeff Bezos po ndërton Blue Moon, një anijet ulje hënore që mund të transportojë 3 tonë gjysmë ngarkesë në sipërfaqen hënore. SpaceX po zhvillon Starship, një raketë që nëse funksionon siç premtohet, do të jetë më e fuqishmja që është ndërtuar ndonjëherë, e aftë të transportojë 100 tonë në hënë dhe të kthehet për t'u përdorur përsëri. Por këtu është pyetja që duhet të bëjmë. Pse? Pse po investojnë miliardierët paratë e tyre në hënë? Përgjigja nuk është altruizëm, është biznes. Jeff Bezos ka thënë publikisht se vizioni i tij është të shohë miliona njerëz që jetojnë dhe punojnë në hapësirë. Elon Musk dëshiron të bëjë njerëzimin një specie shumë planetare, por të dy e dinë se për ta bërë këtë, duhet ta bësh ekonomikisht të qëndrueshme. Duhet të ketë një arsye biznesi për të shkuar në hapësirë. Dhe këtu është ku hëna bëhet thelpsore. Mendojeni si një stacion karburanti në mes të shkretëtirës. Nëse dëshironi të shkoni në Mars, ose në brezinë e asteroideve, ose kudo tjetër në sistemin diellor, është shumë më lirë të nisni nga hëna sesa nga toka. Pse? Sepse graviteti i hënës është vetëm 1/6 e gravitetit të tokës. Kjo do të thotë se nevojiten 6 herë më pak karburant për të nisur nga hëna. Nëse mund të prodhosh karburant në hënë nga ai akull që zbuluam, papritur ke një avantazh ekonomik masiv. Le të bëjmë matematikën. Për të dërguar 1 kilogram ngarkesë nga sipërfaqja e tokës në orbitën e ulët të tokës, kushton rreth $2.000 me teknologjinë aktuale. Për të dërguar atë nga orbita e ulët e tokës në hënë, kushton edhe rreth $8.000 për kilogram. Pra, gjithsej $10.000 për kilogram. Por nëse mund të prodhosh atë karburant në hënë, kostoja bie në pothuajse zero. Kjo është diferenca midis një industrie që nuk mund të ekzistojë dhe një industrie që mund të bëjë triliona dollar. Dhe këtu është ku historia bëhet vërtet e çuditshme. Nuk janë vetëm amerikanët dhe kinezët. India ka dërguar sonda në hënë, Japonia ka plane për baza hënore, Emiratet e Bashkuara Arabe, një vend që nuk kishte program hapësinor 10 vjet më parë, tani po planifikon misione hënore. Edhe Luksemburgu, një vend me më pak se 650.000 banor, ka miratuar ligje për të mbështetur minierat e asteroideve dhe burimeve hënore. Pse? Sepse të gjithë e shohin të njëjtën gjë. Hëna nuk është fundi i udhëtimit, është fillimi i një ekonomie të re. Një ekonomie ku burimet nuk vijnë nga toka, por nga hapësira, ku energjia nuk prodhohet duke djegur karburante fosile, por nga dielli që shkëlqen 24 orë në ditë në disa pjesë të hënës. Ku materialet e rralla që janë të vështira për t'u gjetur në tokë, janë të bollshme në asteroid dhe hëna. Por le të kthehemi te misioni Artemis dhe të shohim se si funksionon në praktik. Faza e parë, Artemis 1, tashmë ka fluturuar. Ishte një test pa ekuipazh që shkoi përreth hënës dhe u kthye. Gjithçka funksionoi, megjithse kishte disa probleme të vogla me mburojën termike. Inxhinierët e NASA i studiuan ato probleme dhe bën rregullime. Artemis 2, i planifikuar për vitin 2025, do të marrë 4 astronaut rreth hënës. Ata nuk do të ulen, por do të shkojnë më larg nga toka se çdo qenie njerëzore që nga Apollo 17. Do të testojnë sistemet e Orion me njerëz brenda. Do të verifikojnë se gjithçka funksionon siç duhet. Do të marrin fotografi të mahniqme të tokës dhe hënës. Dhe pastaj do të kthehen. Artemis 3 është ku gjërat bëhen vërtet historike. Ky mision, i planifikuar për vitin 2026 ose 2027, do të ulë astronaut në sipërfaqen hënore për herë të parë që nga Eugene Cernan në vitin 1972. Por këtu është diferenca. Apollo përdori një anijet uljeje të quajtur moduli lunar, i ndërtuar nga NASA. Artemis do të përdor një anijet uljese të ndërtuar nga SpaceX, një version i modifikuar i Starship. Kjo është një ndryshim i madh në filozofi. NASA nuk po ndërton gjithçka vetë, po blen shërbime nga kompani private. Kjo quhet modeli Commercial Lunar Payload Services. Ideja është se kompanitë private mund të inovojnë më shpejt dhe më lirë se një agjenci qeveritare, por gjithashtu do të thotë se NASA po varet nga kompani që kanë qëllimet e tyre, ashendat e tyre, rreziqet e tyre.
Imagjinoni këtë skenar. Është viti 2026. 4 astronautë janë në Orion duke orbituar Hënën. Ata presin që Starship të vi dhe t'i marrë për t'i quar në sipërfaqe. Por Starship ka një problem teknik, një rrjedhje karburanti, një dështim i motorit, diçka që nuk u zbulua gjatë testeve. Çfarë ndodh? A presin astronautët në orbit ndërsa SpaceX përpiqet ta rregullojë? A kthehen në tokë pa u ulur? A rrezikojnë një ulje me një sistem të dëmtuar? Këto nuk janë pyetje hipotetike. Këto skenar që NASA dhe SpaceX po planifikojnë tani. Dhe përgjigjet nuk janë të lehta, sepse kur ke njerëz në hapësirë, çdo vendim mund të jetë diferenca midis jetës dhe vdekjes. Por le të supozojmë se gjithçka shkon mirë. Astronautët ulen në polin jugor të Hënës. Pse poli jugor? Sepse atje është ujë. Ato kratera të thellë që nuk shohin kur diellin, ku temperatura është -230 gradë Celsius, ku akull ka qëndruar i paprekur për miliarda vjet. Por gjithashtu ka male pranë atyre kraterëve që shohin diellin pothuajse vazhdimisht. Këto quhen maja të dritës së përjetshme. Imagjinoni një vend ku mund të kesh energji diellore 24 orë në ditë dhe ujë vetëm disa kilometra larg. Është vendi perfekt për një bazë. Astronautët do të kalojnë rreth një javë në sipërfaqe gjatë Artemis 3. Kjo është shumë më gjatë se çdo mision Apollo. Apollo 11 qëndroi vetëm 21 orë e 36 minuta. Apollo 17, misioni më i gjatë, qëndroi 3 ditë, por Artemis 3 do të qëndroi rreth 7 ditë. Kjo do të thotë se astronautët do të kenë kohë të vërtet për të eksploruar, për të kryer eksperimente, për të testuar pajisje. Dhe këtu është ku gjërat bëhen interesantuese. Çfarë do të bëjnë ata atje? Së pari do të kërkojnë ujë. Do të përdorin instrumente për të zbuluar se sa akull ka, sa i pastër është, sa i lehtë është për të nxjerrë. Kjo është informacioni më i rëndësishëm që mund të marrin, sepse përcakton nëse një bazë e përhershme është e mundur. Së dyti, do të testojnë teknologji të reja. Kostume hapësinore të avancuara që janë më fleksibël se ato të Apollo, rovera që mund të lundrojnë në terren të vështirë, sisteme komunikimi që mund të funksionojnë edhe kur toka është pas horizontit. Çdo pjesë e pajisjeve që marrin është një test për teknologjinë që një ditë do të përdoret në Mars. Së treti, do të kryejnë shkencë. Do të mbledhin shkëmbinj nga rajone që Apollo nuk i vizitoi kurrë. Do të vendosin instrumente që do të studiojnë brendësinë e Hënës, atmosferën e saj të hollë, mënyrën se si ndërvepron me erën diellore. Çdo zbulim na ndihmon të kuptojmë jo vetëm Hënën, por edhe tokën dhe sistemin diellor. Por këtu është diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Shkenca nuk është qëllimi kryesor i Artemis. Qëllimi kryesor është të mësojmë se si të jetojmë dhe punojmë në një botë tjetër. Sepse nëse nuk mund ta bëjmë këtë në Hënë, që është vetëm 3 ditë larg, si mund ta bëjmë në Mars, që është 6 muaj larg? Le të flasim për sfidat. Hëna është një vend armiqësor. Temperatura luhatet nga +120 gradë Celsius në dritën e diellit në -170 gradë në hije. Nuk ka atmosferë, që do të thotë se nuk ka mbrojtje nga rrezatimi kozmik ose meteoritet. Pluhuri hënor, i quajtur regolith, është si xham i tyer në nivel mikroskopik. Futet kudo, dëmton pajisjet, mund të jetë toksik nëse frymar. Dhe pastaj është graviteti. 1/6 e gravitetit të tokës tinglon argëtuese, por në realitet krijon probleme serioze. Muskujt dhe kockat e astronautëve fillojnë të dobësohen. Lëngjet e trupit lëvizin ndryshe, sistemi imunitar ndikohet. Pas disa muajsh në gravitet të ulët, një astronaut mund të mos jetë në gjendje të ecë normalisht kur kthehet në tokë. Pra, si zgjidhim këto probleme? Kjo është ku vjen pjesa e vërtet e interesante e Artemis. NASA nuk po planifikon thjesht vizita të shkurtra, po planifikon një infrastrukturë. Së pari, Gateway, stacioni hapësinor që do të orbitojë Hënën, mendojeni si një stacion tranziti. Astronautët do të fluturojnë nga toka në Gateway me Orion. Pastaj do të transferohen në një anije ulëse për të shkuar në sipërfaqe. Kur të mbarojnë, do të kthehen në Gateway dhe pastaj do të marrin Orion mbrapsht në tokë. Pse të bësh këtë në vend të shkosh drejt për drejt? Sepse Gateway mund të qëndrojë atje.
mund të rifreskosh me karburant, mund të ruash pajisje, mund të jetë një bazë për misione të shumta, jo vetëm një. Dhe më e rëndësishmja, mund të jetë një vend ku astronaut nga vende të ndryshme mund të takohen dhe të punojnë së bashku. Sepse këtu është diçka që e bën Artemis të ndryshëm nga Apollo. Nuk është vetëm amerikan, është ndërkombëtar. Agjencia Hapësinore Evropiane po ndërton module për Gateway. Agjencia Hapësinore Japoneze po kontribuon me teknologji. Agjencia Hapësinore Kanadeze po ndërton një krah robotik të avancuar. Madje edhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë pjesë e programit. Por këtu është tensioni. Kina nuk është pjesë e Artemis. Ligji amerikan, i quajtur Amendamenti Wolf, ndalon NASA-n të bashkëpunojë me programin hapësinor kinez pa miratim të veçantë të Kongresit. Pra, ndërsa Amerika po ndërton një koalicion ndërkombëtar për hënën, Kina po ndërton të sajen. Dhe kjo krijon një situatë të çuditshme ku do të kemi dy programe të ndara hënore duke punuar në paralel, duke konkuruar për burime dhe prestizh. Disa ekspertë thonë se kjo është e rrezikshme, që po krijojmë kushtet për një konflikt në hapësirë. Të tjerë thonë se konkurenca është e shëndetshme, që na shtyn të bëjmë më shumë, të shkojmë më shpejt, të inovojmë më shumë. Por të gjithë bien dakord për një gjë. Hëna po bëhet një fush betejë e re dhe rregullat e angazhimit nuk janë të qarta. Le të shohim se çfarë po bën Kina. Programi i tyre, Chang'e, ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm. Chang'e 4 u ul në anën e largët të hënës, diçka që asnjë vend tjetër nuk e ka bërë. Chang'e 5 solli mbrapsht mostra. Chang'e 6 dhe 7 janë planifikuar për të eksploruar Polin Jugor, dhe pastaj, rreth vitit 2030, Kina planifikon të ndërtojë një bazë kërkimore të përhershme në bashkëpunim me Rusinë. Kjo bazë, e quajtur Stacioni Ndërkombëtar Kërkimor Hënor, do të jetë e hapur për vende të tjera që dëshirojnë të bashkohen. Disa vende, veçanërisht në Azi dhe Lindjen e Mesme, kanë shprehur interesim. Kjo krijon një dinamik interesante. Dy blogje të ndara, secili me aleatët e vet, secili me teknologjinë e vet, secili me qëllimet e veta. Por këtu është pyetja që duhet të na shqetësojë. Çfarë ndodh kur këto dy programe takohen? Çfarë ndodh kur një rover kinez dhe një rover amerikan gjenden duke eksploruar të njëjtin krater? Çfarë ndodh kur të dy duan të ndërtojnë një bazë në të njëjtin vend? Sepse është vendi më i mirë për ujë dhe energji diellore. Traktati i hapësirës së jashtme thotë se hapësira është zona e të gjithë njerëzimit dhe se aktivitetet duhet të kryhen për përfitimin e të gjithë vendeve. Por çfarë do të thotë kjo në praktik? Nëse një kompani amerikane nxjerr akull nga një krater, a duhet ta ndajë atë me të tjerët? Nëse Kina ndërton një bazë, a duhet ta hapë atë për astronaut amerikan? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta. Dhe ndërsa po afrohemi në një epokë ku hëna do të bëhet një vend pune, ku do të ketë njerëz që jetojnë dhe punojnë atje për muaj të tërë, këto pyetje po bëhen urgjente. Disa ekspert po kërkojnë një traktat të ri, një traktat Artemis, që do të vendoste rregulla të qarta për sjelljen në hënë. Të tjerë thonë se kjo është e pamundur, se vendet nuk do të bien dakord kurrë. Por le të lëm politikën për një moment dhe të flasim për diçka më konkrete. Teknologjinë që po zhvillohet për Artemis, sepse këtu është ku gjërat bëhen vërtet mahnitëse. NASA po zhvillon kostume hapësinore të reja të quajtura XEMU, që qëndron për Exploration Extravehicular Mobility Unit. Këto nuk janë si kostumet e Apollo, janë shumë më të avancuara, më fleksibël, më të lehta për të përdorur. Kostumet e Apollo ishin në thelb balona të presionizuara. Astronautët duhej të luftonin kundër presionit për të lvizur. Ishte si të përpiqeshe të ecje brenda një baloni të fryrë. Pas disa orësh, duart e tyre ishin kaq të lodhura sa mezi mund t'i mbëllmin. Por XEMU përdor një dizajn të ri që lejon lëvizje shumë më të lehtë. Astronautët mund të ulin krajet plotësisht, të përkulen, të rrotullohen, mund të punojnë për orë të tëra pa u lodhur. Dhe këtu është detaji që e bën këtë vërtet interesant. Kostumet janë modulare. Kjo do të thotë se pjesë të ndryshme mund të zvendësohen ose përditësohen. Nëse një astronaut është më i gjatë ose më i shkurtër, mund të rregullosh madhësinë. Nëse një komponent prishet, mund ta zvendësosh pa pasur nevojë për një kostum të ri.
Kjo është thelpsore për një bazë të përhershme ku kostumet do të përdoren përsëri dhe përsëri. Pastaj janë roverat. NASA po zhvillon një rover të quajtur Viper që qëndron për Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Ky rover do të dërgohet në polin jugor të Hënës për të kërkuar ujë. Do të shpojë në tokë, do të analizojë mostra, do të hartojë se ku është uji më i bollshëm. Informacioni që mbledh do të jetë thelpsor për të vendosur se ku të ndërtohet baza e parë. Por këtu është pjesa që e bën këtë vërtet të veçantë. Viper nuk po dërgohet nga NASA, po dërgohet nga një kompani private e quajtur Astrobotic, duke përdorur një anijet ujese të quajtur Peregrine. Kjo është pjesë e atij modeli të ri ku NASA blen shërbime në vend që të ndërtojë gjithçka vetë. Dhe nëse funksionon, do të hapë rrugën për dhjetra, madje qindra misione private në Hënë. Imagjinoni një të ardhme ku kompanitë po dërgojnë rovera, laborator, madje edhe njerëz në Hënë, jo për shkencë, por për fitim. Ku ka hotele hënore për turistë të pasur, ku ka miniera që nxjerrin minerale të rralla, ku ka fabrika që prodhojnë materiale në gravitet të ulët që nuk mund të prodhohen në tokë. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por është pikrisht ajo që këto kompani po planifikojnë. Blue Origin, për shembull, ka një vizion të quajtur Blue Moon. Anijetja e tyre uljese mund të transportojë 3 tonë gjysmë ngarkesë në sipërfaqen hënore, por Jeff Bezos nuk po e bën këtë vetëm për NASA. Ai e sheh këtë si fillimin e një industrie të re. Ai ka thënë publikisht se vizioni i tij është të shohë industrinë e rëndë të zhvendoset nga toka në hapësirë, duke e lënë tokën si një vend për banim dhe industri të lehta. Tingëllon e çmendur? Ndoshta, por mendoni për logjikën. Toka ka burime të kufizuara, ka një mjedis delikat që po e dëmtojmë me ndoti industriale, por hapësira ka burime pothuajse të pakufizuara. Energji nga dielli, minerale nga asteroidët, hapësirë për të ndërtuar fabrika të mëdha pa shqetësuar askënd. Nëse mund ta bësh ekonomikisht të qëndrueshme, pse të mos e bësh? Por kthehemi te pyetja themelore. A jemi gati? Jo vetëm teknologjikisht, por si specie. Çdo herë që njerëzimi ka eksploruar teritore të reja, ka sjell me vete problemet e veta. Kolonializmi, sklaveria, shkatërrimi i mjedisit, konflikti mbi burimet. A do të përsërisim të njëjtat gabime në Hënë? Apo mund të mësojmë nga historia dhe të bëjmë diçka ndryshe? Disa optimistë thonë se hapësira do të na bashkojë, që kur shikon tokën nga Hëna, kur e sheh sa e vogël dhe e brisht është, nuk mund të vazhdosh të mendosh në terma nacionaliste, që do të kuptojmë se jemi të gjithë në të njëjtën anije hapësinore dhe duhet të punojmë së bashku për të mbijetuar. Kjo quhet efekti i përgjithësisë, dhe shumë astronaut kanë raportuar se e kanë përjetuar. Por pesimistët thonë se natyra njerëzore nuk ndryshon, që do të sillemi në Hënë ashtu siç jemi sjell në tokë, që do të ketë konkurrencë, konflikt, pabarazi, që të pasurit do të përfitojnë, ndërsa të varfrit do të lihen pas. Që Hëna do të bëhet thjesht një fushbetej tjetër për pushtet dhe burime. Kush ka të drejtë? Nuk e di mende, por kjo është arsyeja pse këto vite të ardhshme janë kaq kritike. Vendimet që marrim tani, rregullat që vendosim, precedentet që krijojmë, do të formsojnë të ardhmen e njerëzimit në hapësirë për shekujt e ardhshëm. Nëse e bëjmë mirë, Hëna mund të bëhet një shembull i bashkëpunimit ndërkombëtar, një vend ku vende të ndryshme punojnë së bashku për qëllime të përbashkëta. Nëse e bëjmë keq, mund të bëhet një burim konflikti që mund të përshkallëzohet në mënyra që nuk mund t'i imagjinojmë. Por le të kthehemi te momenti i tanishëm. Raketa në Florida, astronautët që po tajnohen, teknologjia që po zhvillohet, gjithçka po bashkohet për një moment historik që do të ndodh brenda viteve të ardhshme. Dhe kur ndodh, kur shohim njerëz që shkelin në Hënë për herë të parë në 50 vjet, do të jetë më shumë se një arritje teknike. Do të jetë një moment që përkufizon gjeneratën, sepse këtu është e vërteta. Ne kemi nevojë për këtë, jo vetëm për shkencën ose teknologjinë, por për shpirtin, për të kujtuar se çfarë mund të arrijmë kur ndërrojmë të mëdha, për të frymzuar një gjenerat të re të shkencëtarëve, inxhinierëve, eksploruesve, për të treguar se njerëzimi nuk është i kufizuar në një planet të vetëm, në një të ardhme të vetme, dhe ndoshta
vetëm ndoshta, për të na dhënë atë perspektivë që na nevojitet, për të zgjidhur problemet tona këtu, në tokë. Sepse kur shikon tokën nga hëna, kur e sheh sa e vogël është, sa e brisht, sa e bukur, nuk mund të vazhdosh të mendosh në mënyra të vjetra. Duhet të mendosh ndryshe, duhet të veprojsh ndryshe. Kjo është premtimi i vërtet i Artemis. Jo vetëm të na çojë mbrapsht në hënë, por të na transformojë në procesin. Të na bëjë të kuptojmë se nuk jemi thjesht banor të një vendi ose një kontinenti. Jemi qytetar të një planeti. Dhe së shpejti, nëse gjithçka shkon mirë, do të bëhemi diçka edhe më e madhe. Qytetar të sistemit diellor. Por tani le të shkojmë më thellë. Le të flasim për atë që vërtet do të ndodhë kur astronautët të ulen në atë sipërfaqe hënore. Sepse këtu është diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Çdo eksperiment që do të kryhet atje, çdo mostër që do të mblidhet, çdo sistem që do të testohet, nuk është vetëm për hënën. Është një provë gjenerale për diçka shumë më të madhe. Është përgatitja për momentin kur njerëzimi do të bëjë hapin më të guximshëm në historinë e tij, udhëtimin në Mars. Le të fillojmë me një eksperiment specifik që t'i ngloni thjesht, por është revolucionar. Kultivimi i bimëve në tokën hënore. Në vitin 2022, shkencëtarë në tokë morën 1,5 grame tokë hënore që ishte sjell nga Apollo dhe tentuan të rritnin bimë në të. Bimet ishin një lloj vogël i quajtur Arabidopsis, i njohur për shkencëtarët sepse rritet shpejt dhe është i lehtë për të studiuar. Çfarë ndodhi? Bimet u rritën, por jo mirë. Ishin të stresuar, të ngadalësuara, të dobta. Toka hënore nuk është si toka e tokës. Nuk ka mikroorganizma, nuk ka lëndë organike. Është thjesht pluhur mineral i bombarduar nga rrezatimi për miliarda vjet. Por këtu është pjesa mahnitëse. Ato u rritën. Kjo do të thotë se me trajtim të duhur, me shtimin e lëndëve ushqyese të duhura, me krijimin e kushteve të duhura, është e mundur të kultivohen bimë në hënë. Dhe kjo nuk është thjesht një kuriozitet shkencor. Kjo është qelësi për mbijetesën afatgjatë, sepse nuk mund të transportosh gjithë ushqimin nga toka. Është shumë e shtrenjtë, shumë e rëndë, shumë e pakëndshme. Nëse dëshiron që njerëzit të jetojnë në hënë për muaj ose vite, duhet të mund të prodhosh ushqim atje. Artemis do të marrë këtë eksperiment në nivelin tjetër. Një nga modulet që do të dërgohen në sipërfaqen hënore do të jetë një serë e vogël, e mbyllur, e kontrolluar. Brenda saj, astronautët do të tentojnë të rrisin jo vetëm bimë eksperimentale, por perime të vërteta, salat, domate, patate. Do të testojnë sisteme të ndryshme, hidroponi, ku bimët rriten në ujë me lëndë ushqyese të shtuara, aeroponi, ku rrënjët janë të pezulluara në ajër dhe spërkatën me tretësirë ushqyese, madje edhe akuaponi, ku peshqit dhe bimët rriten së bashku në një sistem simbiotik. Pse është kjo kaq e rëndësishme? Sepse në Mars, ku udhëtimi zgjat 6 muaj dhe nuk mund të kthehesh shpejt nëse diçka shkon keq, aftësia për të prodhuar ushqim nuk është një luks, është një nevojë absolute. Nëse nuk mund ta bësh këtë në hënë, ku je vetëm 3 ditë larg ndihmës, si mund ta bësh në Mars, ku je jashtë muaj larg? Por kultivimi i bimëve është vetëm fillimi. Le të flasim për një eksperiment tjetër që t'i ngëllon si shkencë fantastike, por është plotësisht real. Prodhimi i oksigjenit nga toka hënore. Ekziston një teknologji e quajtur elektrolizë e oksidit të ngurtë. Në thelb, merr tokën hënore, e ngroh në temperatura shumë të larta dhe nxjerr oksigjenin nga mineralet. Toka hënore është rreth 45% oksigjen sipas peshës. Problemi është se ai oksigjen është i lidhur ngushtë me elementë të tjerë, si siliciumi, alumini, hekuri. Por nëse mund ta nxjerrësh atë oksigjen, papritur ke 2 gjëra jashtëzakonisht të vlefshme. Së pari, ajër për të frymëmarrë. Një astronaut konsumon rreth 1 kilogram oksigjen në ditë. Nëse ke 4 astronautë që jetojnë në një bazë për një vit, kjo është rreth 1460 kilogram oksigjen. Transportimi i kësaj shumë nga toka do të kushtonte $10 miliona. Por nëse mund ta prodhosh atje, kostoja bie në pothuajse 0. Së dyti, dhe kjo është edhe më e rëndësishme, oksigjeni është gjysma e ekuacionit të karburantit të raketave.
Karburanti më i zakonshëm i raketave është një kombinim i hidrogenit dhe oksigjenit. Kur digjen së bashku, prodhojnë ujë dhe shumë energji. Por për çdo kilogram hidrogen, nevojiten 8 kg oksigjen. Kjo do të thotë se 90% e peshës së karburantit është oksigjen. Nëse mund ta prodhosh atë oksigjen në hënë, papritur kostoja e nisjes nga hëna bie në mënyrë dramatike. Artemis do të testojë një version eksperimental të kësaj teknologjie. Një pajisje e vogël, jo më e madhe se një valishe, do të marrë tokë hënore, do ta përpunojë dhe do të prodhojë oksigjen. Nëse funksionon, versione më të mëdha do të ndërtohen dhe në fund do të kemi fabrika të tëra në hënë që kthejnë tokën në ajër dhe karburant. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për një sfidë që nuk është teknike, por biologjike. Çfarë i ndodh trupit njerëzor kur jeton në gravitet të ulët për periudha të gjata? Ne e dim se çfarë ndodh në gravitet zero nga dekadat e përvojës në stacionet hapësinore. Muskujt dobësohen, kockat humbasin densitet. Lëngjet e trupit lëvizin lart duke shkaktuar fryrje të fytyrës dhe presion në kokë. Shikimi mund të dëmtohet, sistemi imunitar dobësohet. Por hëna nuk është gravitet zero, është 1/6 e gravitetit të tokës. A është kjo e mjaftueshme për të parandaluar këto probleme? Apo do të ndodhin gjithsesi vetëm më ngadalë? Ne nuk e dim. Dhe kjo është arsyeja pse Artemis është kaq kritik. Astronautët që do të jetojnë në hënë për javë ose muaj do të jenë subjekte eksperimentale. Trupat e tyre do të studiohen me kujdes. Çdo ndryshim do të dokumentohet. Çdo problem do të adresohet. Një nga eksperimentet më interesante do të jetë testimi i kontormasave. Në stacionin ndërkombëtar hapësinor, astronautët duhet të ushtrojnë 2 orë në ditë për të parandaluar humbjen e muskujve dhe kockave. Por edhe me këtë, kur kthehen në tokë pas 6 muajsh, ata janë kaq të dobët sa duhet të mbahen në karrige me rrota. Duhen javë ose muaj për të rikuperuar plotësisht. Por në hënë, me atë 1/6 e graviteti, ndoshta nuk nevojitet aq shumë ushtrim. Ndoshta trupi mund të përshtatet më mirë. Ose ndoshta jo. Ndoshta 1/6 e graviteti është ende shumë pak dhe problemet do të ndodhin gjithsesi. Kjo është diçka që duhet të zbulojmë përpara se të dërgojmë njerëz në Mars, ku graviteti është rreth 1/3 e gravitetit të tokës dhe udhëtimi zgjat vite. Dhe pastaj është rrezatimi. Kjo është ndoshta sfida më e madhe për jetesën afatgjatë në hënë ose Mars. Toka ka një fushë magnetike që na mbron nga rrezatimi kozmik dhe erën diellore. Hëna nuk ka. Çdo sekond sipërfaqja hënore bombardohet nga grimca me energji të lartë që mund të dëmtojnë ADN, të shkaktojnë kancer, të dëmtojnë sistemin nervor. Sa është e keqe? Një astronaut në sipërfaqen hënore merr rreth 160 herë më shumë rrezatim se një person në tokë. Pas një viti në hënë, do të kishin marrë një dozë që është afër limitit të jetës për rrezatimin. Kjo do të thotë se nuk mund të qëndrojnë atje përgjithmonë. Duhet të rrotullohen. Disa muaj në hënë, pastaj kthim në tokë për të rikuperuar. Por ka mënyra për të reduktuar rrezatimin. Një është të ndërtosh nën tokë. Toka hënore është një mburojë e shkëlqyer kundër rrezatimit. Nëse ndërtosh një bazë nën disa metra tokë, rrezatimi bie në nivele të menaxhueshme. Një tjetër është të përdorësh ujë si mburojë. Uji është i shkëlqyeshëm në absorbimin e rrezatimit. Nëse rrethon modulet e banimit me rezervuar uji, mund të reduktosh rrezatimin në mënyrë dramatike. Artemis do të testojë të dyja këto qasje. Një nga modulet që do të dërgohen do të jetë i projektuar për të varrosur pjesërisht në tokë. Astronautët do të përdorin rovera dhe pajisje të tjera për të grumbulluar tokë mbi të. Një tjetër modul do të ketë rezervuar uji të integruar në muret dhe do të maten nivelet e rrezatimit brenda dhe jashtë për të parë sa efektive janë këto masa. Por këtu është diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Rrezatimi nuk është vetëm një problem shëndetësor, është edhe një problem psikologjik. Imagjinoni të jetoni në një vend ku nuk mund të dalësh jashtë pa një kostum hapësinor, ku çdo herë që del, por rrezikon shëndetin tënd, ku çdo minutë jashtë është një minutë më afër limitit tënd të rrezatimit për jetën.
Si ndikon kjo në mendjen tënde? Si ndikon në vendimarrjen tënde? Kjo na çon te një aspekt tjetër kritik i Artemis që shpesh injorohet, shëndeti mendor. Astronautët e Apollo kalluan vetëm disa ditë në hën. Ishte një aventurë e shkurtër, intensive, adrenalin, por astronautët e Artemis do të jetojnë atje për javë ose muaj. Do të jetë më shumë si të jetosh në një bazë kërkimore në Antarktid sesa si një aventurë. Dhe ne e dim nga përvoja në Antarktid se izolimi afatgjat mund të ketë efekte serioze psikologjike. Njerëzit bëhen të depresionuar, anksioz, irritues, konfliktet shpërthejnë për gjërat vogla. Disa njerëz zhvillojnë atë që quhet sindroma polare, një gjendje e karakterizuar nga apatia, probleme me gjumin, vështirësi në përqendrim. Dhe hëna do të jetë edhe më sfiduese se Antarktida. Në Antarktid të paktën ke ajër për të frymëmarrë, ke gravitet normal, mund të dalësh jashtë pa një kostum hapësinor, por në hën je plotësisht i varur nga sistemet e mbështetjes së jetës. Një dështim mund të vrasë në minuta. Presioni psikologjik i kësaj varësie konstante do të jetë jashtëzakonshëm. Pra, si e menaxhon NASA këtë? Së pari, me përzgjedhje të kujdesshme. Jo çdo astronaut është i përshtatshëm për misione afatgjata. Disa njerëz përballojnë më mirë izolimin se të tjerët. Disa janë më të qetë në presion. NASA po zhvillon teste psikologjike të reja për të identifikuar kandidatët më të mirë. Së dyti, me trajnim. Astronautët po kalojnë kohë në mjedise të izoluara në tokë, duke simuluar kushtet që do të përjetojnë në hën. Një nga këto simulime quhet HERA, që qëndron për Human Exploration Research Analog. Është një habitat i vogël në Houston ku ekuipazet kalojnë deri në një vit, duke kryer eksperimente, duke zgjidhur probleme, duke mësuar të punojnë së bashku në kushte të vështira. Së treti, me mbështetje. Edhe në hën, astronautët do të kenë akses në psikolog dhe këshilltar përmes lidhjeve video. Do të kenë kohë të planifikuar për të folur me familjet e tyre. Do të kenë aktivitete rekreative, hobi, mënyra për të çlodhur mendjen. Por këtu është e vërteta. Askush nuk e di vërtet se si do të jetë. Askush nuk ka jetuar në hën për muaj të tërë. Astronautët e Artemis do të jenë pionierë, jo vetëm në kuptimin teknik, por edhe në kuptimin psikologjik. Ata do të mësojnë se çfarë nevojitet për të mbajtur shëndetin mendor në një mjedis kaq armiqësor. Dhe mësimet që mësojnë do të janë thelbësore për Mars, ku izolimi do të jetë edhe më i madh dhe më i gjatë. Le të flasim tani për një aspekt tjetër kritik: komunikimi. Në tokë jemi mësuar me komunikim të menjëhershëm. Dërgon një mesazh, merr një përgjigje menjëherë. Por në hën ka një vonesë. Drita udhton me 300.000 km në sekond, që tingëllon shpejt, por hëna është rreth 388.000 km larg. Kjo do të thotë se një sinjal radio merr rreth 1 sekondë gjysmë për të shkuar nga toka në hën dhe 1 sekondë gjysmë për të kthyer. Gjithsej rreth 3 sekonda vonesë. Kjo nuk tingëllon shumë, por në një situatë emergjente, 3 sekonda mund të jenë diferenca midis jetës dhe vdekjes. Imagjinoni një astronaut që ka një problem me kostumin e tij hapësinor. Ai thërret për ndihmë. 3 sekonda kalojnë përpara se kontroli i misionit në tokë të dëgjojë. Ata përgjigjen menjëherë, por edhe 3 sekonda kalojnë përpara se astronauti të dëgjojë përgjigjen. Gjithsej 6 sekonda. Në atë kohë, situata mund të jetë përkeqësuar. Pra, astronautët në hën duhet të jenë shumë më të pavarur se astronautët në orbitën e ulët të tokës. Duhet të jenë në gjendje të marrin vendime shpejt, pa pritur udhëzime nga toka. Duhet të jenë trajnuar për të trajtuar emergjenca. Duhet të kenë sistemet dhe mjetet për të zgjidhur problemet vetë. Por kur shkojmë në Mars, kjo bëhet edhe më ekstreme. Në varësi të pozicioneve të tokës dhe Marsit në orbitat e tyre, vonesja e komunikimit mund të jetë nga 4 minuta deri në 24 minuta në një drejtim. Kjo do të thotë se një bisedë në kohë reale është e pamundur. Nëse bën një pyetje, mund të duhet të presësh 48 minuta për një përgjigje. Në atë kohë, çdo emergjencë do të ishte tashmë zgjidhur ose do të kishte përfunduar në katastrofë. Pra, hëna është vendi perfekt për të mësuar se si të jesh i pavarur, se si të marrësh vendime pa mbështetje të menjëhershme, se si të zgjidhësh probleme me burimet që ke në dispozicion. Çdo mësim që mësojmë në hën do të jetë thelbësor për Mars.
Tani, le të flasim për diçka që t'inglon e thjesht, por është jashtëzakonisht e komplikuar. Uji. Ne e dim se ka akull në hën, por si e nxjerrim, si e shkrimi, si e pastrojmë, si e ruajmë. Këto nuk janë pyetje triviale, janë sfida inxhinerike që kërkojnë zgjidhje kreative. Së pari, nxjerrja. Akulnajti hënor nuk është si akulnajti në tokë. Nuk është një shtres e ngurtë që mund ta gërmosh me një lopatë. Është i përzier me tokë në përqendrime të ndryshme. Në disa vende mund të jetë 5% akull, 95% tokë. Në vende të tjera mund të jetë 50% akull. Pra, së pari duhet të gjesh vendet me përqendrimin më të lartë. Pastaj duhet ta nxjerrësh. Një qasje është të përdorësh rovera me shpues që mund të shpojnë disa metra në tokë. Një tjetër është të përdorësh ngroje. Vendos një pajisje në sipërfaqe që ngroh tokën. Akulnajti sublimatet kthehet drejt për drejt nga i ngurtë në gaz pa kaluar nëpër fazën e lëngshme. Pastaj mbledh atë gaz dhe e kondensosh përsëri në ujë. Por këtu është problemi. Ngroja kërkon energji, shumë energji, dhe energjia në hën është e shtrenjtë. Panelet dielore funksionojnë, por vetëm gjatë ditës hënore, që zgjat 14 ditë toksore. Pastaj vjen nata hënore, edhe 14 ditë, kur nuk ka diell fare. Pra, nevojiten bateri të mëdha për të ruajtur energji ose burime të tjera energjie si reaktor bërthamor. NASA po zhvillon reaktor bërthamor të vegjël, të quajtur kilopower, që mund të prodhojnë 10 kW energji vazhdimisht për 10 vjet ose më shumë. Këta reaktor janë të projektuar për të qenë të sigurt, të besueshëm, të lehtë për të transportuar. Një ose dy prej tyre mund të furnizojnë një bazë hënore të vogël me të gjithë energjinë që nevojitet. Por kthehemi te uji. Pasi ta kesh nxjerrë dhe shkrirë, duhet ta pastrosh. Uji hënor nuk do të jetë i pastër. Do të ketë minerale të shpërbëra, ndoshta metale të rënda, ndoshta kontaminues të tjerë. Pra, nevojiten sisteme filtrimi. Dhe pastaj, pasi ta kesh pastruar, duhet ta ruash. Në temperatura që luhaten nga plus 120 grad në minus 170 grad, ruajtja e ujit në formë të lëngshme kërkon izolim të shkëlqyeshëm dhe kontroll të temperaturës. Dhe pastaj vjen riciklimi. Në një bazë hënore, çdo pikë uji do të jetë e çmuar. Nuk mund ta hedhësh, duhet ta riciklosh. Uji që përdor për t'u larë, uji që del nga djersa, madje edhe urina, duhet të filtrohet, të pastrohet dhe të ripërdoret. Në stacionin ndërkombëtar hapësinor, ata tashmë bëjnë këtë. Sistemi i tyre i riciklimit të ujit mund të kthejë 93% të ujit të përdorur në ujë të pijshëm. Por në hën do të nevojitet edhe më mirë. Sepse në stacionin ndërkombëtar hapësinor, nëse diçka shkon keq, mund të dërgosh ujë të ri me anijen e ardhshme të furnizimit. Por në hën, veçanërisht në fazat e hershme kur furnizimet vijnë vetëm çdo disa muaj, nuk ke atë luks. Duhet të jesh pothuajse plotësisht i pavarur. Të gjitha këto sisteme, të gjitha këto teknologji do të testohen në Artemis, dhe çdo mësim që mësojmë do të na afrojë një hap më afër qëllimit të vërtet, Mars, sepse këtu është e vërteta që duhet ta kuptoni. Hëna nuk është destinacioni përfundimtar. Hëna është shkolla. Është vendi ku mësojmë se si të jetojmë në një botë tjetër, ku bëjmë gabimet tona, ku zgjidhim problemet tona, ku zhvillojmë teknologjitë tona, të gjitha, ndërsa jemi vetëm 3 ditë larg shtëpisë. Sepse kur shkojmë në Mars, nuk do të kemi atë luks. Do të jemi në distancë 6 muaj. Nëse diçka shkon keq, nuk ka shpëtim. Duhet ta kemi kuptuar mirë. Le të flasim tani për një aspekt që shpesh injorohet. Ndikimi mjedisor. Po, edhe në hën, që është një shkretir e vdekur, duhet të shqetësohemi për mjedisin. Pse? Sepse hëna është një laborator shkencor i paçmuar. Sipërfaqja e saj ka regjistruar 4 miliardë gjysmë vjet histori. Çdo krater, çdo shkëmb, çdo grimc pluhuri tregon një histori për të kaluarën e sistemit diellor. Por kur fillojmë të ndërtojmë baza, të nxjerrim burime, të lëvizim rovera, po ndryshojmë atë sipërfaqe. Po shkatërrojmë prova që nuk mund të zvendçohen kurrë. Pra, duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të dokumentojmë gjithçka përpara se ta ndryshojmë.
Duhet të vendosim zona të mbrojtura ku nuk lejohet aktivitet industrial. Disa shkencëtar kanë propozuar që ana e largët e hënës, që nuk sheh kur tokën, të shpallet një zonë e qetë radio. Kjo do të thotë se nuk lejohen transmetues radio atje, sepse do të ndërhynin me teleskopët radio që mund të ndërtohen. Ana e largët e hënës është vendi më i qetë në sistemin diellor për vëzhgime radio. Është e mbrojtur nga të gjitha transmetimet e tokës nga vetë trupi i hënës. Teleskopët atje mund të dëgjojnë sinjale nga thelësitë e universit që janë të pamundura për të dëgjuar nga kudo tjetër. Por nëse fillojmë të ndërtojmë baza kudo në hënë, duke përfshirë anën e largët, do të humbasim këtë mundësi. Pra, duhet të planifikojmë me kujdes. Duhet të mendojmë afatgjatë. Duhet të balancojmë nevojat e zhvillimit me nevojat e shkencës. Dhe pastaj është çështja e mbeturinave. Çdo mision Apollo la pas pajisje, module hënore, rovera, flamuj, madje edhe qese me mbeturina njerëzore. Në total ka rreth 180 ton materiale njerëzore në hënë. Deri tani kjo nuk ka qenë problem, por nëse fillojmë të kemi 10 ose 100 misione, mbeturinat do të grumbullohen. Duhet të kemi një plan për menaxhimin e tyre. Disa njerëz thonë se duhet t'i lëmë ato atje si monumente historike. Vendi ku u ul Apollo 11 duhet të mbrohet si një vend trashëgimie botërore. Të tjerë thonë se duhet t'i riciklojmë, që metali dhe materialet e tjera janë shumë të vlefshme për t'u lënë thjesht të kalbën. Këto janë pyetje që duhet t'i përgjigjemi tani, përpara se të bëhet një problem. Sepse historia na mëson se nëse nuk planifikojmë përpara, do të krijojmë rrëmuj që do të na duhet të pastrojmë më vonë me kosto shumë më të lartë. Por le të kthehemi te vizioni më i madh. Le të flasim për atë që vjen pas Artemis. Sepse Artemis është vetëm fillimi. Plani afatgjatë i NASA-s është të ketë një bazë të përhershme në hënë deri në fund të kësaj dekade. Jo një tend, jo një strukturë e përkohshme, një bazë e vërtet ku astronautët jetojnë dhe punojnë për muaj të tërë. Kjo bazë do të ketë module banimi me mbrojtje nga rrezatimi, do të ketë laborator ku shkencëtarët mund të kryejnë eksperimente, do të ketë serra ku rriten bim, do të ketë sisteme për të nxjerrë ujë nga toka, do të ketë panele diellore dhe ndoshta reaktor bërthamor për energji, do të ketë rovera dhe pajisje të tjera për eksplorim. Do të jetë një qytet i vogël, i pari i njerëzimit në një botë tjetër. Dhe kjo bazë do të jetë një hap drejt diçkaje edhe më të madhe, një bazë në Mars. Sepse çdo teknologji që zhvillojmë për hënën, çdo sistem që testojmë, çdo mësim që mësojmë, do të aplikohet në Mars. Hëna është prova gjenerale. Marsi është shfaqja e vërtet. Por këtu është pyetja që duhet të na mbajë zgjuar natën. Kur shkojmë në Mars, çfarë do të gjejmë? A ka jetë atje? A ka pasur ndonjëherë? Marsi dikur kishte ujë të lëngshëm në sipërfaqe. Kishte lumej, liçene, ndoshta madje oqeane. Kishte një atmosferë më të trash. Kushtet ishin shumë më të favorshme për jetën se sa janë sot. Por diçka ndodhi. Marsi humbi fushën e tij magnetike. Pa mbrojtje magnetike, era diellore filloi të gërryejë në atmosferën. Uji avulloi në hapësirë ose u ngri në sipërfaqe. Planeti u bë shkretëtira e ftohtë, e thatë që shohim sot. Por a ishte kjo përpara se të zhvillohej jeta? Apo pas? Nëse jeta filloi në Mars, çfarë ju ndodhi? A vdiq? Apo u përshtatu duke u zhvendosur nën tokë ku kushtet janë më të favorshme? Këto janë pyetje që vetëm një mision me njerëz mund t'i përgjigjet plotësisht. Sepse njerëzit mund të eksplorojnë, të gjykojnë, të përshtaten në mënyra që robotët nuk mund. Një gjeolog në Mars mund të bëjë në një ditë atë që një rover bën në një vit. Mund të shohë modele që një kamer mund t'i humbas. Mund të vendos ku të shpojë, çfarë të studiojë, bazuar në intuit dhe përvojë. Por për ta bërë këtë, duhet të jemi gati, duhet të kemi teknologjinë, duhet të kemi përvojën, duhet të kemi besimin se mund ta bëjmë. Dhe kjo është arsyeja pse Artemis është kaq kritik. Nuk është vetëm për hënën, është për të na përgatitur për hapin tjetër të madh. Imagjinoni këtë, është viti 2035. Një anije hapësinore me 6 astronaut niset nga Gateway, stacioni hapësinor që orbito hënën. Por këtë herë nuk po shkojnë në hënë, po shkojnë në Mars. Udhëtimi do të zgjas 6 muaj.
Gjatë asaj kohe do të jetojnë në një habitat të ngushtë, duke ricikluar ajrin dhe ujin, duke ushqyer me ushqim të rritur në hapësirë, duke komunikuar me tokën me vonesa që arrin në 24 minuta. Kur arrin, do të ulen në një vend që është zgjedhur me kujdes, bazuar në të vënat nga roverat dhe satelitet. Ndoshta është Velis Marineris, kanioni më i madh në sistemin diellor. Ndoshta është Olympus Mons, mali më i lartë. Ndoshta është një nga ato kraterat të thellë ku mund të ketë akull nën sipërfaqe. Do të kalojnë një vit e gjysmë në Mars duke eksploruar, duke kryer eksperimente, duke kërkuar shenja jete. Dhe pastaj, kur Toka dhe Marsi do të jenë përsëri në pozicionet e duhura, do të nisen për udhëtimin 6 mujor të kthimit. Gjithsej, misioni do të zgjas rreth 3 vjet. 3 vjet larg shtëpisë. 3 vjet në një mjedis armiqësor. 3 vjet duke jetuar në skajin e asaj që është e mundur. Do të jetë misioni më i vështirë që njerëzimi ka ndërmarrë ndonjëherë. Por nëse e bëjmë, nëse kthehemi me sukses, do të kemi provuar se njerëzimi mund të jetojë përtej Tokës, që nuk jemi më të kufizuar në një planet të vetëm. Dhe kjo është arsyeja pse Artemis është më shumë se një program hapësinor. Është një investim në të ardhmen e njerëzimit. Është një deklaratë se nuk jemi të kënaqur me atë që kemi, që dëshirojmë të shohim se çfarë është përtej horizontit, që jemi gati të rrezikojmë, të sakrifikojmë, të punojmë për diçka më të madhe se vetja jonë. Por këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Kjo nuk do të jetë e lehtë. Do të ketë dështime, do të ketë tragjedi. Historia e eksplorimit është plot me histori të atyre që nuk u kthyen. Dhe eksplorimi hapësinor nuk do të jetë ndryshe. Do të humbasim njerëz, do të kemi aksidente, do të kemi momente kur do të pyesim veten nëse ja vlen. Por këtu është e vërteta. Çdo gjë e madhe që njerëzimi ka arritur, ka ardhur me rrezik. Kur njerëzit e parë lundruan përtej horizontit, shumë nuk u kthyen kurrë. Kur njerëzit e parë fluturuan, shumë ranë. Kur njerëzit e parë shkuan në hapësirë, disa vdiqën. Por ne vazhduam, sepse kjo është ajo që bën njerëzimi. Eksploroj, ëndërroj, përpiqemi. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në prag të një epoke të re, eksplorimi duhet të pyesim veten. A jemi gati? A kemi guximin? A kemi vizionin? A kemi vullnetin për të bërë atë që është e vështirë? Jo sepse është e lehtë, por sepse është e nevojshme. Përgjigjja besoj është po, sepse në thelësinë e shpirtit njerëzor ka diçka që na shtyn të shohim se çfarë është përtej horizontit, që na bën të pyesim çfarë ndodh nëse, që na bën të ndërrojmë përyrje. Dhe Artemis, me të gjitha sfidat e saj, me të gjitha rreziqet e saj, me të gjithë premtimet e saj, është shprehja e asaj i shpirtit. Është një deklaratë se njerëzimi nuk është gati të ndalojë, që kemi ende vende për të shkuar, gjëra për të zbuluar, ëndra për të ndjekur. Dhe kur ajo raket në Florida së fundi niset, kur ata astronautë shkelin në hën për herë të parë në 50 vjet, nuk do të jetë vetëm një moment për Amerikën. Do të jetë një moment për të gjithë njerëzimin. Një kujtesë se kur punojmë së bashku, kur ndërrojmë së bashku, kur përpiqemi së bashku, nuk ka asgjë që nuk mund të arrijmë. Tani, le të ndalemi për një moment, sepse ka diçka që duhet të adresojmë drejt për drejt. E kuptoj plotësisht se çfarë po mendoni disa prej jush, po dëgjoj një zë në kokën tuaj që thot, kjo t'i ngëllon si shkencë fantastike. Kjo t'i ngëllon si premtime të mëdha që nuk do të realizohen kurrë. Ne kemi dëgjuar këto gjëra më parë. Dhe keni të drejtë të jeni skeptik, sepse historia e eksplorimit hapësinor është plot me premtime të pambajtura. Në vitet 1970, na thanë se do të kishim koloni në hën deri në vitet 1990. Në vitet 1980, na thanë se Space Shuttle do të fluturonte çdo javë dhe do të bënte aksesin në hapësirë të lirë. Në vitet 1990, na thanë se do të shkojmë në Mars deri në vitin 2010. Asnjë nga këto nuk ndodhi. Pra, pse kjo herë duhet të jetë ndryshe? Kjo është pyetja që duhet ta bëjmë, dhe përgjigjja nuk është e thjeshtë, por është e ndershme, sepse tani, për herë të parë, kemi një kombinim të faktorëve që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. Kemi teknologjinë,
kemi motivimin ekonomik, kemi konkurrancën ndërkombëtare dhe më e rëndësishmja, kemi një kuptim realist të asaj që është e mundur dhe asaj që nuk është. Le të jemi plotësisht të qartë për atë që Artemis nuk është. Nuk është një zgjidhje magjike për problemet e tokës. Nuk do të na jap energji të pakufizuar nesër. Nuk do të na bëjë të gjithë të pasur. Nuk do të zgjidh ndryshimin klimatik, varfërinë ose konfliktet. Kushdo që ju thot ndryshe, po ju shet një iluzion, por këtu është ajo që Artemis është. Është një hap i parë i vërtet drejt diçkaje që njerëzimi nuk e ka bërë kurrë më parë. Është një test i aftësisë son për të jetuar përtej tokës. Është një investim në teknologji që do të ketë aplikime që nuk mund t'i imagjinojmë ende, dhe është një deklaratë se ne, si specie, nuk jemi gati të pranojmë kufizimet e një planeti të vetëm. Le të shohim numrat real, pa eksagjerim, pa propagandë. Programi Artemis do të kushtojë rreth $93 miliard nga viti 2024 deri në vitin 2028. Kjo tingëllon si një shumë e jashtëzakonshme. Ve është, por le ta vendosim në perspektivë. Buxheti ushtarak amerikan është rreth $800 miliard në vit. Në 4 vjet, kjo është $3,200 miliard. Artemis është rreth 3% e asaj shumë. Amerikanët shpenzojnë më shumë para për videolojra në një vit se sa do të kushtoj Artemis në 4 vjet. Por edhe kështu, pyetja mbetet, a ja vlen? Dhe këtu është ku duhet të jemi të ndershëm për atë që nuk dim. Ne nuk dim nëse do të gjejmë burime në hënë që janë ekonomikisht të qëndrueshme për t'u nxjerrë. Ne nuk dim nëse njerëzit mund të jetojnë në gravitet të ulët për vite pa dëmtime të përhershme shëndetësore. Ne nuk dim nëse teknologjitë që po zhvillojmë do të funksionojnë siç presim. Ne nuk dim nëse do të kemi vullnetin politik për të vazhduar kur gjërat bëhen të vështira. Këto janë të panjohura reale. Dhe kushdo që ju thotë se i ka të gjitha përgjigjet, po gënjen. Shkenca e vërtet, eksplorimi i vërtet, është plot me pasiguri, është plot me rreziqe, është plot me mundësinë e dështimit. Por këtu është diçka që e di me siguri. Nëse nuk e provojmë, nuk do ta mësojmë kurrë. Nëse qëndrojmë në tokë sepse kemi frikë nga dështimi, sepse kemi frikë nga kostoja, sepse kemi frikë nga e panjohura, atëherë kemi vendosur tashmë të kufizojmë të ardhmen tonë. Kemi vendosur se njerëzimi do të mbetet përgjithmonë në një planet të vetëm, i cenueshëm ndaj një fatkeqësie të vetme që mund të na fshi. Dhe këtu është realiteti që duhet ta përbalojmë. Toka nuk do të jetë e banueshme përgjithmonë. Jo për shkak të diçkaje që ne bëjmë, por për shkak të fizikës. Dielli po bëhet më i ngjehtë. Çdo 100 milion vjet, rrezatimi i tij rritet me rreth 1%. Në rreth 1 miliard vjet, oqeanet e tokës do të fillojnë të avullojnë. Në 5 miliard vjet, dielli do të zgjerohet në një gjigant të kuq dhe do të gëlltisë planetin ton. Po, kjo është shumë larg, por këtu është çështja. Nëse dëshirojmë që njerëzimi të mbijetojë afatgjatë, nëse dëshirojmë që trashëgjimia jon, kultura jon, arritjet tona të vazhdojnë, duhet të bëhemi një specie shumë planetare. Dhe nuk mund ta bësh këtë brenda natës. Duhet kohë, duhet përvojë, duhet teknologji që ne ende nuk e kemi. Pra, Artemis nuk është për ne, është për fëmijët tanë, për niprit tanë, për gjeneratat që do të vinë, qindra, mijëra vjet në tani. Është një investim në një të ardhme që ne nuk do ta shohim kurrë, por që bëjmë të mundur. Tani, le të flasim për diçka që shpesh injorohet në diskutimet për hapësirën. Koston e vërtet të mosbërit asgjë. Çdo vit që vonohet, çdo projekt që anulohet, çdo buxhet që pritet, nuk është thjesht një vonesë. Është një humbje e përvojës, e ekspertizës, e momentit. Inxhinierët që punuan në Apollo janë tani në të 80-tat dhe të 90-tat e tyre. Shumë kanë vdekur. Njohuritë e tyre, përvojat e tyre, mësimet e tyre po humbasin. Kur ndaluan programin Apollo në vitin 1972, humbasëm më shumë se raketa. Humbasëm një gjenerat të tërë ekspertësh. Humbasëm infrastrukturën industriale. Humbasëm aftësinë për të prodhuar motore F1, motorët më të fuqishëm të raketave që janë ndërtuar ndonjëherë. Sot, edhe nëse do të donim, nuk mund t'i ribëjmë ato motor. Vizatimet ekzistojnë,
por njohuritë e holla, teknikat e prodhimit, ekspertiza e punëtorëve janë humbur. Kjo është kostoja e vërtetë e ndërprerjes. Dhe është arsyeja pse këtë herë duhet të vazhdojmë. Duhet të ndërtojmë një program që nuk varet nga ciklet politike, nga ndryshimet e administratave, nga luhatjet e opinionit publik. Duhet të ndërtojmë diçka të qëndrueshme. Por le të kthehemi te pyetja që të gjithë po e bëjnë. Çfarë do të ndodhë vërtet kur të ulemi në hën këtë herë? Çfarë do të jetë ndryshe nga Apollo? Dhe këtu është ku historia bëhet vërtet interesante. Sepse diferenca nuk është vetëm teknike, është filozofike. Apollo ishte për të arritur atje të parët, ishte një sprint, ishte një demonstrim i fuqisë, ishte një deklarat politike. Por Artemis është për të qëndruar. Është një maraton, është një investim ekonomik, është një transformim i mënyrës se si mendojmë për hapësirën. Le t'jap një shembull konkret. Kur astronautët e Apollo shkuan në hën, çdo gjë që përdorën u dërgua nga toka. Çdo kilogram ushqim, çdo litër ujë, çdo molekulë oksigjeni. Kostoja totale për të dërguar një astronaut në hën për 3 ditë ishte rreth 125 miliard dollar në para të sotme. Kjo është rreth 41 miliard dollar për ditë për astronaut. Tani, imagjinoni të tentoni të mbash një bazë të përhershme me këto kosto. 4 astronaut për një vit do të kushtonin 60 trilion dollar. Kjo është më shumë se produkti i brendshëm bruto i të gjithë planetit. Është qartësisht e pamundur. Por nëse mund të prodhosh ujë në hën, nëse mund të prodhosh oksigjen, nëse mund të rritësh ushqim, nëse mund të përdorësh burime lokale, kostoja bie në mënyrë dramatike. Jo në zero, por në diçka të menaxhueshme. Ndoshta në disa miliard dollar në vit. Ende e shtrenjtë, por brenda mundësive të një koalicioni ndërkombëtar. Dhe këtu është ku ekonomia bëhet interesante, sepse nëse mund ta bësh ekonomikisht të qëndrueshme të kesh një bazë në hën, papritur hapen mundësi të tjera. Turizmi është një. Ka njerëz që do të paguanin miliona dollar për të kaluar një javë në hën. Jo shumë, por mjaft për të mbështetur një industri të vogël. Minierat janë një tjetër. Jo për të sjellë materiale në tokë, kjo do të ishte shumë e shtrenjtë, por për t'i përdorur në hapësirë. Nëse po ndërton satelit, stacione hapësinore, anije për të shkuar në Mars, është shumë më lirë të përdorësh materiale nga hëna se sa t'i ngrish nga toka. Dhe pastaj është heliumi 3. Nëse, dhe kjo është një nëse e madhe, nëse njerëzimi zotëron energjinë e fuzionit, heliumi 3 nga hëna mund të bëhet burimi më i vlefshëm në sistemin diellor. Një ngarkesë vetme mund të vlejë triliona dollar. Kjo do të justifikonte çdo investim që kemi bërë. Por këtu është e vërteta. Ne nuk dim nëse ndonjë nga këto do të funksionojë. Jemi duke bërë një bast. Jemi duke investuar miliarda dollar në një të ardhme që mund të mos realizohet kurrë. Dhe kjo është në rregull, sepse kjo është ajo që bën eksplorimi. Shkon në të panjohurën, duke shpresuar të gjesh diçka të vlefshme, duke ditur se mund të dështosh. Por këtu është diferenca midis një basti të mencur dhe një basti të marrë. Ne po e bëjmë këtë me sy hapur. Po e bëjmë me një kuptim realist të rreziqeve. Po e bëjmë me një plan për të mësuar nga dështimet. Po e bëjmë me një angazhim për transparencë dhe llogaridhënie. Dhe po e bëjmë me një koalicion ndërkombëtar. Kjo është ndoshta diferenca më e rëndësishme nga Apollo. Apollo ishte një projekt amerikan. Artemis është një projekt global. Agjencia hapësinore evropiane, agjencia hapësinore japoneze, agjencia hapësinore kanadeze, madje edhe vende më të vogla si Emiratet e Bashkuara Arabe, të gjithë po kontribuojnë, të gjithë po investojnë, të gjithë do të përfitojnë. Por këtu është tensioni. Kina nuk është pjesë e kësaj koalicioni. Dhe kjo krijon një dinamik të çuditshme. Nga njëra anë kemi një koalicion perëndimor që po punon së bashku. Nga ana tjetër kemi Kinën dhe aleatët e saj që po ndërtojnë programin e tyre, dhe të dyja po synojnë të njëjtin vend, polin jugor të hënës. Çfarë ndodh kur takohemi atje? A do të bashkëpunojmë? A do të konkurojmë? A do të konfliktojmë? Këto janë pyetje që askush nuk i ka përgjigjet ende. Dhe kjo është ndoshta sfida më e madhe që përbalemi.
jo teknike, por politike, jo inxhinierike, por njerëzore, sepse këtu është e vërteta që duhet ta përballojmë. Njerëzimi nuk është shumë i mirë në ndarjen. Kemi një histori të gjatë të konfliktit mbi burimet, dhe hëna, me ujin e saj, me heliumin 3, me pozicionin e saj strategjik, po bëhet një burim i ri për të cilin të luftojmë. Disa optimistë thonë se hapësira do të na bashkojë, që kur përballemi me vështirësinë e mbijetesës në një mjedis kaq armiqësor, do të kuptojmë se duhet të punojmë së bashku. Që nacionalizmi do të duket i vogël dhe i parëndësishëm kur shikon tokën nga hëna. Por pesimistët thonë se natyra njerëzore nuk ndryshon, që do të silemi në hën ashtu siç jemi sjell kudo tjetër, që do të ketë territore, kufi, konflikte, që historia do të përsëritet vetëm në një vend të ri. Kush ka të drejtë? Nuk e di. Askush nuk e di. Por këtu është ajo që di. Vendimet që marrim tani, në këto vite kritike, do të vendosin rrugën. Nëse zgjedhim bashkëpunimin, nëse zgjedhim transparencën, nëse zgjedhim të ndajmë përfitimet, mund të krijojmë një precedent që do të formësojë të ardhmen e njerëzimit në hapësirë. Por nëse zgjedhim konkurrencën, nëse zgjedhim sekretin, nëse zgjedhim të mbrojmë interesat tona kombëtare mbi të mirën e përbashkët, mund të krijojmë një të ardhme ku hëna bëhet thjesht një fushbetej tjetër. Dhe këtu është diçka që duhet t'ju bëj të ndaleni dhe të mendoni. Çfarë do të mendojnë gjeneratat e ardhshme për ne? Kur shikojnë mbrapsht në këtë moment, në këto vendime, çfarë do të shohin? A do të na shohin si pionier që hapën rrugën për një të ardhme të ndritur? Apo si të shkurtpam që humbën një mundësi historike? Sepse këtu është e vërteta. Ne jemi në një moment ktheze. Për herë të parë në 50 vjet, njerëzimi po kthehet në hën. Por këtë herë nuk po shkojmë vetëm për të vizituar, po shkojmë për të qëndruar, po shkojmë për të ndërtuar, po shkojmë për të transformuar mënyrën se si mendojmë për vendin ton në univers. Dhe kjo transformim ka filluar tashmë, jo në hën, por këtu, në tokë, në mënyrën se si po mendojmë për burimet, në mënyrën se si po mendojmë për bashkëpunimin ndërkombëtar, në mënyrën se si po mendojmë për të ardhmen. Le të jap një shembull konkret. Teknologjitë që po zhvillohen për Artemis, sistemet e riciklimit të ujit, sistemet e gjenerimit të energjisë, sistemet e kultivimit të ushqimit në kushte ekstreme, të gjitha këto kanë aplikime në tokë. Në rajone të thata ku uji është i rrallë, në komunitete të largëta ku energjia është e shtrenjtë, në qytete ku hapësira për bujësi është e kufizuar. Kjo nuk është një argument se duhet të shkojmë në hën për të zgjidhur problemet e tokës. Kjo është një vëzhgjim se kur zgjidhim problemet e vështira, kur shtyjmë kufijtë e asaj që është e mundur, shpesh gjejmë zgjidhje që kanë vlerë përtej qëllimit origjinal. Por le të jemi të qartë, kjo nuk është arsyeja kryesore pse po shkojmë. Po shkojmë sepse jemi eksplorues, sepse kemi nevojë të dimë se çfarë është përtej horizontit, sepse kemi nevojë të testojmë veten kundër sfidave që na bëjnë të rritem. Dhe po shkojmë sepse në thellësinë e shpirtit njerëzor ka një kuptim se nuk jemi bërë për të qëndruar në një vend, që jemi bërë për të lvizur, për të eksploruar, për të zbuluar. Që kjo është ajo që na bën njerëzor. Por këtu është pyetja që duhet ta bëjmë vetes. Çfarë lloj njerëzimi dëshirojmë të jemi? Dëshirojmë të jemi një specie që qëndron në shtëpi, e kënaqur me atë që ka, e friksuar nga e panjohura? Apo dëshirojmë të jemi një specie që shkon përtej, që rrezikon, që ndëron? Sepse këtu është e vërteta. Zgjedhja është e jona. Tani, në këtë moment. Raketa është në platformën e nisjes. Teknologjia është gati. Plani është bërë. Gjithçka që mbetet është vullneti. Vullneti për të vazhduar kur gjërat bëhen të vështira. Vullneti për të investuar kur përfitimet nuk janë të menjëhershme. Vullneti për të ndërruar kur realiteti duket i vështirë. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Kjo nuk është vetëm për shkencëtarët dhe inxhinierët. Kjo nuk është vetëm për astronautët dhe politikanët. Kjo është për të gjithë ne. Sepse të ardhmen që po krijojmë në hën do ta jetojnë fëmijët tanë. Mësimet që po mësojmë do t'i aplikojnë niprit tanë. Teknologjitë që po zhvillojmë do t'i përdorin gjeneratat që do të vinë. Pra, kur shikoni atë raket të nis, kur shikoni ata astronaut të shkelin në hën, mos e shikoni si një spektakel.
Shikojeni si një fillim. Fillimin e diçkaje që do të transformojë njerëzimin në mënyra që nuk mund t'i imagjinojmë ende. Sepse këtu është premtimi i vërtet i Artemis. Jo vetëm të na çojë mbrapsht në hën, por të na tregojë se çfarë është e mundur kur njerëzimi vendos të bëjë diçka të madhe. Kur vendosim të punojmë së bashku, kur vendosim të investojmë në të ardhmen, kur vendosim të ndërrojmë për te i kufive të planetit ton. Vendoshta, vetëm ndoshta, në procesin e të bërit të kësaj, do të mësojmë diçka për veten ton. Do të mësojmë se jemi më të fortë se sa mendonim, më të zgjuar, më të aftë. Do të mësojmë se kur përballemi me të pamundurën, nuk dorëzohemi. Gjejmë një rrugë, sepse kjo është ajo që ka bërë njerëzimi gjithmonë. Nga shpellat e Afrikës në qytetet e Mesopotamis, nga anijet e lundruara në oqeanet e panjohura, në aeroplanat që fluturonin mbi kontinente, nga raketat të para që arritën hapësirën në stacionet që orbitojnë tokën. Ne kemi vazhduar të shkojmë përtej, të shtyjmë kufit, të kërkojmë horizontin tjetër, dhe tani, ai horizont është hëna, dhe përtej saj, Marsi, dhe përtej tij, yjet. Kjo është historia që po fillojmë të shkruajmë, jo në libra, por në realitet, jo në imagjinat, por në metal dhe shkëmb dhe djers njerëzore. Dhe kur gjeneratat e ardhshme shikojnë mbrapsht në këtë moment, në këto vite, në këto vendime, do të shohin fillimin e diçkaje të jashtëzakonshme. Do të shohin momentin kur njerëzimi vendosi se një planet nuk ishte mjaft, kur vendosëm se ardhmja jon ishte në uje, kur vendosëm se do të bëheshim diçka më e madhe se sa kemi qenë ndonjëherë. Dhe gjithçka fillon me një raket në Florida, me një ekuipazh të guximshëm, me një ëndër që është vjetër sa vetë njerëzimi. Të shohim se çfarë është përtej horizontit. Artemis po niset, dhe me të po niset një epokë e re për njerëzimin. Por tani le të ndalemi. Le të shkojmë përtej raketave dhe teknologjisë. Le të flasim për diçka më të thellë, më shqetësuese, më të bukur. Sepse kur shikon hënën në qiell natën, kur mendon për atë që po ndodh atje, po bën më shumë se sa të mendosh për shkencën. Po bën një pyetje që njerëzimi ka bërë që nga momenti kur u ngrit në dy këmbë dhe pa yjet. Çfarë jemi ne në këtë univers të pafund? Këtu është diçka që shkencëtarët nuk e thon shpesh, por e din thellë. Çdo atom në trupin tënd u krijua në zemrën e një ylli. Karboni që formon ADN në tënde, kalciumi në kockat e tua, hekuri në gjakun tënd, të gjitha këto elemente u krijuan në furra bërthamore miliarda vjet më parë, kur yje gjigant shpërtyen dhe shpërndan përmbajtjen e tyre në hapësirë. Ajo re pluhuri u kondensua, u bë dielli ynë, u bën planetët, u bë toka, u bë jeta, u bëve ti. Në një kuptim shumë real, shumë shkenthor, ti je pluhur yjesh. Je një mënyrë që universi ka për të kuptuar veten. Dhe tani, ajo pluhur yjesh po kthehet në hën, po ndërton baza, po planifikon udhëtime në Mars, po shikon përtej sistemit diellor. Universi, përmes nesh, po bëhet i vetëdijshëm për veten. Po fillon të eksplorojë veten. A nuk është kjo e jashtëzakonshme? A nuk është kjo më mahnitëse se çdo histori që kemi trilluar ndonjëherë? Por këtu është paradoksi që duhet ta përballojmë. Ne jemi njëkohësisht të parëndësishëm dhe thelpsor. Të parëndësishëm sepse jemi një specie e vogël në një planet të vogël që rrotullohet rreth një yli mesatar në një galaktik që përmban 200 miliardë yje të tjerë në një univers që përmban 2 trilion galaktika. Nëse zhdukem nesër, universi nuk do ta vërente. Por thelpsor, sepse sa e dim, jemi të vetmit. Të vetmit që mund të bëjnë pyetje, të vetmit që mund të kuptojnë, të vetmit që mund të krijojnë kuptim nga kaosi. Në të gjitha ato hapësirë të pafund, në të gjitha ato miliarda galaktika, ne mund të jemi të vetmit që po shikojnë mbrapsht dhe po pyesin, pse? Dhe këtu është ku hëna bëhet më shumë se një trup qiellor, bëhet një pasqyrë. Kur shikojmë në hënë, kur planifikojmë të jetojmë atje, po shikojmë veten, po pyesim, çfarë do të thotë të jesh njerëzor?
A jemi të kufizuar në vendin ku lindëm, apo mund të bëhemi diçka më e madhe? Filozofët kanë debatuar për shekuj për natyrën e njeriut. Disa thonë se jemi krijesa racionale, të tjerë thonë se jemi krijesa emocionale, të tjerë thonë se jemi krijesa sociale, por ndoshta në thelb jemi krijesa eksplorimi. Krijesa që nuk mund të qëndrojnë në vend, që duhet të shohin se çfarë është përtej kodrës së ardhshme, përtej oqeanit të ardhshëm, përtej planetit të ardhshëm. Kjo nuk është vetëm kuriozitet, është diçka më e thellë. Është një nevojë eksistenciale për të kuptuar vendin tonë në univers, për të gjetur kuptim në një botë që shpesh duket pa kuptim. Por le të jemi të ndershëm për atë që nuk dim, sepse këtu është ku shkenca bëhet vërtet e ndershme, vërtet e bukur. Ne nuk dim pse ekziston universi, nuk dim pse ka diçka në vend të asgjëje. Nuk dim çfarë është materia e errët që përbën 85% të masës së universit. Nuk dim çfarë është energjia e errët që po e shpërthen universit më shpejt e më shpejt. Ne nuk dim nëse ka jetë tjetër në univers. Statistikisht duket pothuajse e pamundur që të jemi të vetmit. Ka shumë uje, shumë planeta, shumë mundësi. Por deri tani, pavarësisht dekadave të kërkimit, nuk kemi gjetur asnjë provë, asnjë sinjal, asnjë gjurmë. Jemi, sa e dim, plotësisht të vetëm. Ndoshta jeta është jashtëzakonisht e rrallë. Ndoshta universi është plot me jetë, por ne jemi të parët që kanë zhvilluar teknologji. Ndoshta ka qytetërime të tjera, por janë kaq të largëta sa nuk do të komunikojmë kurrë. Ndoshta ka pasur qytetërime, por ato janë zhdukur përpara se ne të lindim. Ose ndoshta, dhe kjo është mundësia më e frikshme, jeta është kaq e brisht, kaq e vështirë për të zhvilluar sa ne jemi një aksident kozmik. Një kombinim i pazakontë i rrethanave që nuk do të përsëritet kurrë. Nuk e dim. Dhe kjo mosnjohje duhet të na bëjë të përullur. Duhet të na kujtojë se pavarësisht nga të gjitha arritjet tona, jemi ende fëmijë në shkallët e universit. Ende po mësojmë, ende po zbulojmë, ende po bëjmë gabime. Por këtu është diçka që e di. Çdo hap që marrim në hapësirë, çdo zbulim që bëjmë, na afron një hap më afër përgjigjeve. Ndoshta nuk do t'i gjejmë ato përgjigje në jetën tonë. Ndoshta nuk do t'i gjejmë për shekuj, por çdo gjenerat që shkon më larg, që shikon më thellë, që pyet më shumë, po ndërton mbi punën e gjeneratës së kaluar. Dhe kjo është trashëgimia e vërtetë e Artemis. Jo raketa, jo baza, por ideja se njerëzimi nuk ndalet. Që çdo gjenerat ka përgjegjësinë për të çuar pishtarin më larg, për të bërë të mundur atë që gjenerata e ardhshme do të arrijë. Kur Neil Armstrong shkeli në hënë në vitin 1969, ai tha se ishte një hap i vogël për njeriun, një kërcim gjigant për njerëzimin. Por këtu është diçka që nuk e tha. Ai hap ishte i mundur vetëm sepse mijëra njerëz para tij kishin ndërruar, kishin punuar, kishin sakrifikuar. Shkencëtar që kishin zhvilluar ekuacionet, inxhinier që kishin ndërtuar makinat, astronaut që kishin vdekur në prova, taksapagës që kishin financuar vizionin. Ve tani, kur shkojmë mbrapsht, po ndërtojmë mbi punën e tyre. Po marrim atë që ata filluan dhe po e çojmë më larg. Dhe gjenerata e ardhshme do të marrë atë që ne fillojmë dhe do ta çojë edhe më larg. Kjo është mënyra se si njerëzimi përparon, jo me kërcime gjigante, por me hapa të vazhdueshëm. Jo me genialitet individual, por me përpjekje kolektive. Jo me arritje të përkohshme, por me angazhim afatgjatë. Por le të kthehemi te momenti i tanishëm, te ajo raket në Florida, te ata astronaut që po trajnohen, te ajo bazë që do të ndërtohet, sepse këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Kjo nuk është vetëm për shkencën, kjo nuk është vetëm për teknologjinë, kjo është për shpirtin njerëzor. Ne kemi nevojë për ëndra të mëdha. Kemi nevojë për qëllime që na të i kalojnë. Kemi nevojë për projekte që na bëjnë të shikojmë përtej problemeve tona të vogla dhe të shohim se çfarë mund të arrijmë kur punojmë së bashku. Në një botë që shpesh duket e ndarë, ku konfliktet dominojnë lajmet, ku njerëzit shpesh ndihen të pafuqishëm, Artemis na kujton se mund të bëjmë gjëra të jashtëzakonshme, që kur vendosim të punojmë së bashku, kur vendosim të investojmë në të ardhmen, kur vendosim të ndërrojmë përtej kufive tanë, nuk ka asgjë që nuk mund të arrijmë.
Por këtu është pyetja që duhet ta mbaj zgjuar natën. Çfarë do të gjejmë kur të shkojmë atje? Jo në kuptimin fizik, por në kuptimin filozofik. Çfarë do të mësojmë për veten tonë? Çfarë do të zbulojmë për natyrën e ekzistencës? Sepse këtu është e vërteta. Çdo herë që njerëzimi ka shkuar në një vend të ri, nuk kemi gjetur vetëm burime ose tokë. Kemi gjetur perspektivë të re. Kemi gjetur mënyra të reja për të menduar për veten tonë. Kur lundërtarët e parë lundruan në rreth botës, provuan se toka ishte rrumbullakët, jo e sheshtë. Kjo ndryshoi mënyrën se si mendonim për vendin tonë në univers. Kur astronautët e parë shkuan në hapësirë dhe pan tokën nga larg, pan një planet të vogël, të brisht, pa kufi të dukshëm. Kjo ndryshoi mënyrën se si mendonim për nacionalizmin, për kufijt, për idenë e ne dhe ata. Çfarë do të ndryshojë kur të jetojmë në hën? Kur të shikojmë tokën të ngrihet mbi horizontin hënor çdo ditë? Kur të kuptojmë se jemi banor të dy botëve? Nuk e di. Por besoj se do të na transformojë në mënyra që nuk mund të imagjinoj mende. Ndoshta do të kuptojmë se kufijt që kemi vizatuar në tokë janë arbitrar, që nacionaliteti është një konstrukt, që në fund jemi të gjithë njerëz, të gjithë banor të të njëjtit planet, të gjithë pjesë e të njëjtës historie. Ose ndoshta do të kuptojmë diçka edhe më të thellë, që jeta vet është e rrallë, e çmuar, e brisht, që çdo moment që kemi është një dhuratë, që duhet ta mbrojmë këtë planet, këtë jetë, këtë mundësi të jashtëzakonshme që kemi marrë. Sepse këtu është paradoksi. Sa më larg shkojmë, aq më shumë çmojmë shtëpinë. Sa më shumë eksploroj hapësirën, aq më shumë kuptojmë se sa e veçantë është toka. Sa më shumë kërkojmë jetë tjetër, aq më shumë çmojmë jetën që kemi. Dhe ndoshta kjo është mësimi i vërtet i eksplorimit hapësinor. Jo se duhet të largohemi nga toka, por se duhet ta çmojmë atë më shumë. Jo se duhet të braktisim planetin ton, por se duhet ta mbrojmë atë me çdo kusht. Por le të kthehemi te pyetja që filloi gjithçka. Pse nuk shkuam në hën për 50 vjet? Dhe pse po kthehemi tani? Përgjigjja e thjeshtë është politik, para, prioritete, por përgjigjja e vërtet është më e thellë. Ndaluam sepse harruam pse kishim shkuar. Harruam se eksplorimi nuk është për fitore të shpejta, është rudhëtime të gjata. Harruam se investimi në të ardhmen kërkon durim, vizion, angazhim. Por tani po kthehemi, sepse po kujtojmë. Po kujtojmë se jemi eksplorues. Po kujtojmë se kemi nevojë për ëndra që na tejkalojnë. Po kujtojmë se e ardhmja e njerëzimit nuk është në një planet të vetëm, por në yje. Dhe këtu është diçka që duhet t'ju bëj të ndaleni dhe të mendoni. Ju jeni pjesë e kësaj historie. Jo vetëm si spektator, por si pjesëmarrës. Sepse çdo herë që mbështesni shkencën, çdo herë që frymëzoni një fëmijë të ndërroj për yjet, çdo herë që votoni për lider që investojnë në të ardhmen, po kontribuoni në këtë udhëtim. Kjo nuk është historia e NASA-s. Kjo nuk është historia e Amerikës ose Kinës ose ndonjë vendi tjetër. Kjo është historia e njerëzimit dhe të gjithë ne jemi autor të saj. Pra, kur ajo raket niset, kur ata astronaut shkelin në hën, kur ajo bazë ndërtohet, mos e shikoni si diçka që po i ndodh dikujt tjetër. Shikojeni si diçka që po i ndodh të gjithë nëve, sepse është. Dhe kur fëmijët tuaj ose niprit tuaj ju pyesin një ditë, ku ishe kur njerëzimi u kthye në hën? Do të mund t'u thoni, isha këtu, isha pjesë e saj, besova në të, mbështeta atë, ndërrova për të. Sepse në fund, kjo është ajo që mbetet. Jo raketa, jo baza, por ëndra. Ideja se njerëzimi mund të bëjë më shumë, të shkojë më larg, të bëhet më i madh. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kur shikojmë mbrapsht në këtë moment nga e ardhmja e largët, kur jemi një specie që jeton në shumë botë, që eksploron galaktikën, që ka gjetur përgjigje për pyetje që ende nuk i kemi bërë, do të kujtojmë këtë moment si fillimin. Fillimin e diçkaje të jashtëzakonshme. Fillimin e një udhëtimi që nuk do të mbarojë kurrë. Fillimin e transformimit të njerëzimit nga një specie planetare në një specie kozmike. Por për momentin, për këtë moment, ne jemi këtu, në tokë, duke parë lart, duke ndërruar,
duke planifikuar, duke ndërtuar. Dhe ajo raket në Florida, ajo nuk është vetëm një makinë, është një simbol i asaj që jemi, një simbol i asaj që mund të bëhemi, një simbol i ëndrrës më të vjetër të njerëzimit, të shohim se çfarë është përtej horizontit. Hëna po pret, yjet po thërrasin, dhe njerëzimi pas 50 vitesh po përgjigjet. Udhtimi fillon përsëri, dhe këtë herë nuk po ndalojmë. Sepse në fund, këtu është e vërteta më e thellë. Ne nuk jemi vetëm eksplorues të hapësirës, jemi eksplorues të mundësisë, të asaj që mund të jetë, të asaj që mund të bëhemi. Dhe kur shikoni hënën sonte, kur e shikoni atë dritë të bardhë në qiellin e errët, kujtoni, atje, së shpejti, do të ketë njerëz. Njerëz që jetojnë, punojnë, ndërrojnë, njerëz që po ndërtojnë të ardhmen, njerëz që po shkruajnë kapitullin e ardhshëm të historisë më të madhe që është treguar ndonjëherë. Historinë e njerëzimit, historinë e një specie që nuk pranoi kufizimet, që nuk u ndalua nga frika, që nuk harroi të ndërroi. Dhe ju jeni pjesë e asaj historie. Tani,